Nderuar të shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë që vazhdimisht që themi ne është, po ka qenë rëndësishme sa e para. Do të vijmë të flasim për protestën e cila është sot, siç e theksuan në pjesën e parë dhe në ditën e 37. E keni ndjekur besoj. Në studio është Arlind Qori, kryetari i Lëvizjes Bashkë. Arlind, faleminderit, sikur bëm pak pushim bashkë dhe u ktheve ti. U kthyer, rëndësi. Prezidovej. Faleminderit shumë Artan Hoxha dhe Andi Tela, që jonë tjetë në pjesën e dytë. Faleminderit atyre t'ju them unë. Tani kjo punë kështu do vazhdoj duke të Arlind gjatë është, unë kisha në pjesën e parë, si shtashë, kisha njerëz të protestës, dy që ishin në start të protestës, dhe dy tjerë që kërkonin krimin e kuvendit. Kulluri dhe dikush tjetër që kërkonin të krijojë kuvend. Këta e thoshin s'ka kuvend, thoshin këta s'ka kuvend, e kështu vazhdoj gjithë kjo pjesë e parë, se kuvend për mund të ndodhe dhe që bëhet ai kuvendi, për shembull, dhe pram e merr edhe Rama dhe doktori. Kokën e kuvendit, pam, e marrin aty e thresin, dhe bëhet kryetar kuvendin në vend të Elizës Beropari. Elizës Beropari ka lënë Shqipërinë e re. Kryetari i kuvendit të këtyre bëhet kryetari i kuvendit të tanishëm, preç. Mos është një gjë të gabuar për Elizës Beropari. Jo, jo. Jo, dakor. Gabuar? Po dhe po të atush. Ja, edhe po të atush ti më mbërgjësit, uaj. Tani, kishe anulluar dhe Arlind se ti nuk e shikon futbolin? Shumë pak, po. E shikojnë përgjësi, Trumpi kishe anulluar për kampionati edhe ashtë. Balogun, një futbolist e Amerikës, mori të sulmuesi kryesor, po. Sulmuesi kryesor, mori të kuqe, edhe Trumpi tha, mori Infantinon, kryetarin e FIFA-s, dhe i tha që ajo nuk ishe kuqe, tha, sepse tha, e pashun. Që ka bësi kampionati shqiptar. Nuk ishte faul, tha. Kampionati shqiptar ku ta gjese, kanë vënë dukun që bënë sikur, kanë vënë dukun që bënë sikur, thot në gjemë, O Ylli, u akuzua Putinin 2018 se bënte këtë gjë, në fakt e bëri Trumpi. Putinin edhe e hoqi. E kishte... Do luaj. Do luaj kartoni kuq, po. Do luaj, sot në atër Balogun. Mund të bëj protest Belgjika. Ja rëzuan protestën Belgjikës. Ja rëzuan? Hamleti e ka thënë atë që kjo botë ka shuar për drejqit, i shka e pjellë për drejq, po. Se i ku preq tani kjo. A i do luaj nesër. E pa shumë tha, nuk ishte faul. A i gati i theu kavilën, I vlishoj gjithë kembën Amerikanin, mbi kavile ati tjetrit shkret. Ishte të një që kjo është me prish futbolin. E pa shumë tha. Nuk ishte, mirë tha Infantinuat, pa me njerë. Që adapta i... Pezullua, jo. Po pezullua, po dhe mund të ndodhë që pas ndeshje si vjen, të mos dhe quajnë. Lajmi nuk është se bërë, tha Trumpi këte. Lajmi është si pranuan ata. Komisioni... Jo, mo është gjithë bota... Pas mbarojmë në emisionin, Baloguni do luaj se luan sotër. Desha tosha... Pas 2 orësh. Desha tosha që këshu po shkon kjo punë preç. E gjitha. Edhe për karton kuqe. A i me vendimet atje, eq kartonin e kuq, kushe di që do bejt e fut kampionatin. A i mund të dhe të marrë Amerika, kampionatin. Dhe që do t'i beshti? Jepet këtu në Amerikë, të marrë Amerika. Tani, protesta tham ka ju në ditën e 37. Çfarë na ka treguar ajo deri tani? Cili ka qenë momenti saj më i rëndësishëm këtu, çalon pak kjo pjesë, se mua nuk më erdhi njeriu i PS-s akoma. Se erdhi, moran telefonun, bëra telefon lart në pjesë të qeverisë, jo të i madhi, se madhi s'ka kohë të drujë këta. Edhe i ketha në gati shmëri, të gjithë, merë këtë duesh. Fillova unë telefon, bam njerit, bam tjetërit, preq. Njerit është s'vik shu, njeri vik, nuk vi sot, vitejnëte, tjetëri s'vi, jo bet fjallë për këtë javë, jo sërdi njeri dhe unë... Frik nga komentet. Se janë ato shënimet poshtë, që ngojnë të ati. Atje nga jo kanë frik. Shumë komente poshtë, ka komente, edhe nuk vinë, po unë nuk kam fajë, ti themi dhe populatës, nuk ka ardhur njeri ujë atyre, tani këtë lem tela, mos bëjmë ne të dy si kur jemi me qeverin dhe këta. Ja, se bëjmë dot. Hoxha atere kësdo, se tela është, bërde tela pak me mlef. Sikur ta bëjmë ne dy këtë rol, sikur... Po s'jam i besu shumë, s'më besoj qeveria. Por e le mos besojnë, po për të nxjerrë që do thonë këta. Po ata do e thonë, pyet... Atere, cili e ka qenë momenti i saj më i rëndësishëm 37 ditë tani? Arlind, ti që ke qenë aty afër fare, i pari. Tani kjo
ka shumë momente të rëndësishme, po i gjithë procesi është i rëndësishëm. Për mendimin tim, ky është një proces historik, sepse kur ka shumë njerëz nuk kanë protestuar në historinë e Shqipërisë dhe kaq gjatë. Pra, po të marrësh pikat kulmore të protestës, kanë qenë shesh, unë besoj mbi 100.000 vetë, dhe edhe me dëshmitar të viteve 91-92 që kanë folur, më kanë thënë që protestat kulmore të një muaj të fundit kanë qenë më të mëdha se ato që rrëzonin sistemin e kaluar. Janë protesta historike, janë protesta antisistemore, janë protesta jo vetëm kundër qeverisë, por kundër krejt sistemit vjetër të korruptuar. Partijak janë protesta kundër oligarkisë ekonomike, kundër mediave të oligarkëve e shumë çka tjetër. Por megjithatë janë protesta që qytetarëve u kanë zgjuar shpresën. Jo vetëm atyre që janë protestë për ditë, dhe të kujtoj që 37 ditë, 3 për orë tëra në këmbë është sakrificë për një qytetar mesatar, por janë frymëzuese njëkohësisht edhe për qytetarët që nuk janë në protestë. Përveç sotmes, se duhet vija këtu, unë kam qenë për ditën në marshim, pra nga ora 10 paca, fillon marshimi në për rrugët e qytetit, dhe gjithkund ti vren qytetarë që duart trokasin protestuesit, qytetarë që kanë mbetur në trafik dhe u thon bravo protestuesve. Pra ku ti shkonte mendja që një njeri që vuan trafikun në vend të ankohet duart troket. Shkohet në për rrugët e qytetit, dalin qytetarë me flamur nga dritarja, përshëndesin protestuesit. Pra, kjo që po ndodh është historike, kjo që po ndodh një proces pa kthim. Kështu që pavarësisht tentativave të qeverisë për ta përçarë protestën, për ta përçmuar protestën, për të përdorur teori konspirative, paranojake, sa duash qytetarët vazhdojnë të qëndrojnë, është dita 37, siç the ti, dhe unë vërtet nuk mbaj mend një moment tjetër të historisë sonë, ku kaq shumë njerëz për ditë në mënyrë të vazhdueshme vazhdojnë të protestojnë dhe kam përshtypjen që do vazhdojnë protestojnë për ditë derisa të arrihet objektivi kryesor i kësaj proteste që është dorëheqja e qeverisë. Preq? Se s'kemi qenë bashkë këto. Përgjithsisht jam dakord me sa tha pak më parë Arlindi. Kjo është në vlerësimin tim ngjarja më e madhe demokratike që i ka ndodhur Shqipërisë këto 35 vjet mbas lëvizjes vjetore, sigurisht, sepse ajo ishte lëvizja që e ktheu Shqipërinë me fytyrë nga perëndimi dhe i bie që kjo lëvizje tjetë ajo që do finalizojë këtë udhëtim gjatë të Shqipërisë në Evropë dhe në vlerësimin tim ajo që quhet Shqipëria e re, për ta përmbledhur me një frazë të shkurtër se ka shumë elemente, është Shqipëria e re, është Shqipëria në be, është Shqipëria demokratike sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ka rënë sy fakti që ajo është një protestë që ka thyer rekordet e kohës gjatës. Nuk ka shembull në historinë tonë që ne e prodhuam dhe ne si popull, e kanë prodhuar edhe vende fqinj dhe vendet e Evropës po. Shqipëria nuk kishte prodhuar deri më sot një protestë që zgjat kaq shumë. Dhe edhe Shqipëria pra tani bëhet pjesë e vendeve që ka një popull që nuk kthehet në shtëpi mas 2 ditësh e mas 3 ditësh, por qëndron aty me ditë, me net, mbrëmjeve, dhe nuk ka ndërmend të tërhiqet pa realizuar kërkesat e veta. Në vlerësimin tim ka prodhuar shumë gjëra, por ka prodhuar një paket kërkesës, sepse kanë ardhur duke u kristalizuar. Nuk është siç ka qenë në fillimi, me kalimin e ditëve, duke qenë ajo një lloj plebishiti, domethënë një konglomerat me shumë rrymë dhe prapë është me shumë rrymë, me shumë ngjyra, kanë ardhur duke u kristalizuar kërkesat përbashkuese. Dhe këtë unë e quaj një arritje të madhe të protestës, sepse tashmë njerëzit aty janë bashkuar rreth disa kërkesave që i miratojnë gjithë. Nuk kanë hyrë, si më thënë, në kërkesa që janë politike të korrenteve që zjejnë aty brenda, sepse kërkesat politike që kanë ngjyra politike, jo kërkesa politike përgjithshme, sigurisht që do krijonin pastaj probleme, sepse gjithse kush kërkon të identifikohet me atë ngjyrën e vet politike. Pra sekreti i saj vazhdon të jetë kompaktësia si të ndryshëm, pa u shndruar në një subjekt politik, por duke nxjerrë ose ndoshta duhet nxjerrë një përfaqësi, sepse kështu pa kokë nuk mund të jetë. Qëndron Ti jetë ideja që duhet dalë një përfaqësi. Pjesën e parë unë kisha këtu një pjesë që mbështesin idenë e krijimit të një kuvendi, kisha iniciatorin, Eriol Kulluri,
Dhe dikush, du me thënë Armir Shkurti, që e ndihmonte në këtë, me idenë që të krijohet një, pra institucionalizohet. Dakord, unë mendoj nëse unë nuk do të gjykoj mendime që kanë një... Jo, këtë pjesë kisha dhe po ti e ke ajo. Unë mendoj që protestat, sekreti i saj, edhe i rezistencës, i kosgjatës, po dhe i madhështisë, sepse ajo sa herë le takim për të bërë një të madhe, bën të madhe. I ludohen disa që nga ditë në ditë, e fotografojnë nga ajri dhe duket që kur kanë arë pak. Ajo është për të mbajt Kur gjatë. ka pak, e fotografojnë me njëra ta Por ka shumë nuk e fotografojnë. sa herë që protesta le një takim të madh dhe do vi dita një takimi edhe më të madh për mendimin tim, nëse do ndesh në këtë si thonë, jo vetëm rezistencë, por mungesën e fleksibilitetit, në qëndrimin refraktar, domethënë të Ramës edhe të palës tjetër, vjen dhe dita një protestë të madhe. Kurse për sa i përket organizimit, nga përvoja që kam unë, se unë jam marrë pak me protesta, bile jam Goxha e marrë, me protesta jam marrë shumë. je marrë pak, thua ti po Goxha e marrë Shumë presh. jam, po. S'kelem protest pa shkelur. Po, në shumicën ndërmuese kam marrë pjesë. Tani, unë mendoj kështu që nga natyra që ka kjo protest, duke qenë ajo, si që thash, një mozaik, edhe shpirtrash politik, por që kanë gjetur një emrus të përbashkët të kërkesat e shpallura, ata nuk mund t'jenë një subjekt politik, se subjekti politik nënkupton edhe një bashkim rreth një boshti ideologjik. Ndryshe, por ata për të ruajtur kohezionin dhe forcën, mund të kenë një përfaqësi, që pra mund t'i përfaqësoj një grup, jo shumë i madh, se do vi momenti që këta do ftohen, do negociojnë brenda vendit, do negociojnë jashtë vendit. Pra nuk negocion turma, nuk negocion sheshi, nuk negocion asamblet, ku dhe unë. Negocion një përfaqësi. Qërtë. Por që ajo është përfaqësia e protestës, kështu e mendoj unë. Po, pastaj është... Po doli, po u identifiku protesta me një korrent politik, ka rrezik që zvoglohet, sepse ngelet vetëm pjesa e korrentit. Dhe jo pjesa tjetër do të pritë se tani këta duhen me arrit gjëra që politike për vete. Prandaj them që deri tani, pavarësisht se ka shumë interferime brenda, ka dhe momente, domethënë që sikur duket lumi del, por lumi del gjithmonë dhe nga shtrati. Mos mendoje kush që një lum s'do dal askund nga shtrati, se ato spontane janë. Ka ruajtur karakterin paqësor në thelbin e vet, dhe kjo është një tjetër veçori e kësaj. Nuk kanë thyer një gjam, nuk kanë kput një deg. Në marshojnë natë për natë në për rrugët e Tiranës, ka qenë zakon këtu kur baronin protesta thyeshin dhe dyqane. S'ka ndodhur asgjë e tillë. Pra, duke ruajtur karakterin paqësor, ajo bëhet, si më thënë, e padështueshme për mendimin tim, edhe duke ruajtur rezistencën. Sigurisht që shumë gjëra do varen edhe nga reagimi i qeverisë, ajo i ka në tryezë 5 kërkesat. Vërtet, kryeministri mund të jetë, si më thënë, i surprizuar dhe nuk e qenë në përmend që të marrë në konsiderat kërkesën e parë, por ai nuk ka reaguar as në 4 tjerave, si më thënë, sepse qeveria dhe kryeministri mund të reagojnë, edhe pa qenë nevoja me ul në dialog. Kjo do bënte që krijohet një dialektik, një dinamik tjetër për shkuar, si më thënë, drejt Hoxha, pak fjalë dhe Tela. Në fakt, askush në fillim nuk e mendoi që protesta do të duronte kaq gjatë. Pra do të kishte një qëndrueshmëri kaq të madhe. Sigurisht në këto 37 ditë nuk ka qenë një trajtshme, ka patur momente kur për shumë arsye mund të ketë pjesëmarrja nuk ka qenë aq masive, por mes tyre kemi 2 pika kulmore. Dhe të dyja pikat kulmore kanë dëshmuar që protesta, pjesëmarrja ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Por në 37 ditë ka njerëz që mund të kenë qenë edhe një herë të vetme. Ka njerëz që nuk kanë qenë aty, po e kanë mbështet protestën, kanë shpërndar njoftimet, pamjet, lajmet, fjalimet që mbajtur në protestë. Pra, në vetvete, kjo protestë nuk është vetëm ajo që ne shohim në bulevardin e Shmorën e Kombit. Është një zhvillim shumë i madh. I kanë nxjerrë shqiptarët në qytete të botës që ne se mendonim që i shqiptarët ishin kaq prezent.
Sepse simbolika që ka patur protesta, duke përdorur sidomos simbolet kombëtare. Pra duke sikur kur i shef në qytetet e botës shqiptare, duke sikur luan kombëtarja. Në fakt është një për herë të parë, pra ata i kanë zgjerë një gjë shumë e madhe se sa kombëtarja dhe simbolet kombëtare. Dhe ndërkombëtarizimi i protestës, dhe sidomos përfshirja e mediave ndërkombëtare nga më të mëdha, unë nuk di të ketë ngel në media e madhe. Një arsye tjetër kjo. Patjetër ka arsye tjetër, por ky është një avantazh për protestën. Problemi i Zvërnecit është problemi e emrit Trumpit. Është një avantazh për protestën. Sigurisht. Pra, një nga gjëra më të forta që kishte kryeministri Rama është pikërisht mbulimi që ai kishte në media ndërkombëtare, imazhi që ai kishte krijuar. Pra ai kishte një mbështetje goxha të madhe ndërkombëtare. Për herë të parë, ne e shohim kryeministrin, prandaj u shqetësoi për algoritmin sepse i prishi imazhin e jashtëm. Dhe shqiptarët që vende protestojnë para konsullatave shqiptare, para ambasadave, para OKB-s, më duket është në datën 11, para zyrave të OKB-s, po na tregon një Shqipëri tjetër. Në pamje të parë, deri tani ne thoshim që po shkojmë te BE-s sepse për shkak të arsyeve gjeopolitike. Por shqiptarët çuditërisht të radh kanë treguar një pikuri që europianët vetë dhe kolegët europian që ne kanë ardhur gjatë këtyre ditëve dhe ata janë çuditur që shikojnë se shqiptarët mund të ngrihen edhe për çështje të mjedisit. Edhe pse ti the që është ajo çështja, patjetër që është ajo çështja dhe ajo i dha një efekt goxha të madh protestës. Por ditën e parë ylli dhe sot mund t'i kthehemi qetësisht situatës, askush nuk e mendoi që do ishte ajo pjesëmarrje. Dhe ditën e parë u ngritën, mes atyre ishin këto organizatat ambientaliste. Kur e pan popullin që doli në rrugë, ajo u dha fuqi. Ajo i dha një drejtim krejt tjetës lumit që vërshoj, dhe ajo i dha qëndrueshmërinë që ne kemi parë dhe sot. Pra doli qyteti, doli Tirana, doli Shtresa e Mesme, doli Brezëri. Pra ishte një popull protestues që ne nuk e kishim parë në të kaluarën. Dhe kjo e kaloi, bëri që të eskalonte situata. Tani, të më ndoqja me vëmendje edhe pjesën e parë të emisionit, që ti kishe, dhe kjo është një pikë pyetje e madhe tani që kanë ata që marrin pjesë në protestë. Pra, hapi tjetër, hapi i radhës. Qartë. Në të mirë të vendit është që protesta vazhdon të jetë e unifikuar, pra pjesëmarrja është e madhe pavarësisht të rrymave. Të gjitha rrymat janë aty brenda. Por shqetësimi është mos ajo që theti pak më parë, mos vinë dhe e kap dikush, edhe kjo është pjesë tjetër. Ky është një shqetësim, kjo është për mua është një test tjetër që do ta kaloj protesta. Dhe prandaj dhe ata që ti kishe këtu, pjesëmarrës në protestë, kishin qëndrime të kundërta, sepse ne i shohim për ditë. Në protestë nuk janë të unifikuar. Gjëja që unifikon këtu do ta mbyll, dhe për mua unë këtu ja jap meritën pa diskutim Edi Ramës. Njeriu që unifikoi gjithë ata njerëz dalin shesh është Edi Rama. Pra, po ai unifikoi, ai nxori dhe kjo është fiks nga ato aktivitetet që në fund thuhet u mundësua nën kujdesin e veçantë të kryeministit Edi Rama. Ai njeri nxori, pra ai detyroi njerëzit dilin rrugë. Zoti Tera. Të shtunën besoj ishte protesta e dytë në pjesëmarrje, pas një të mëparshme që ishte e jashtëzakonshme. Dhe e ndoqa protestën dhe për këshillën time mata se sa njerëz ishin. Kur koka e protestës ndodhej te Komisariati 3 dhe po e shija nëpërmjet televizionit, themi bishti i saj ishte te Partizani Panjohur. Gjithë rruga. Dhe ishin 2.5 kilometra, 2 kilometra e gjys, një varg njerëzish i gjerë. Pra masiviteti i protestës është jashtëzakonshëm. Dhe çfarë ka bërë kjo protestë? Ka rikthyer besimin te njerëzit se gjërat këtu mund të ndryshojnë dhe ka vrarë frikën e njerëzve që mund dilin protestonin. Gjë që e kanë bërë shumë rrallë në Shqipëri. E rëndësishme pikë e dytë është që pushteti ende nuk e ka kapur dot protestën. Dhe kjo nervozon pushtetin. Dhe e treta që është më rëndësishme janë 5 kërkesat. 5 kërkesat që bashkojnë njerëzit dhe thelbi i atyre kërkesave është një republikë e re. Pra zgjedhje të lira dhe të ndershme, të cilat i mundson një qeveri tranzitore, dhe pastaj kush është më i forti, kush ka më peshë, le të fitojë. Por ndryshimi i kushtetutës, sepse ajo 2008-ës ka sjell gjithë këto pasoja për 13 e kusur vite. Okej, përpjekja thotë Arlind Tela për të bërë Shqipëri të re. Por unë po shoh dhe shumë njerëz jo të vjetër në moshë, se mosha nuk është shumë përcaktuese, po shoh shumë të vjetër që na kanë bërë Shqipërinë deri tani, që duhen të bëjnë dhe Shqipërinë e re. Kupton gjeti nga kjo? Ma shpjegon dhe mua që të kuptoj, dhe po kuptova, unë kupton dhe popullata në një gjë. Që të kuptosh kush e ka
me zemër protestën, përveç qytetarët e kanë gjithë me zemër. Ata 10 mira, 100 mira njerëz që janë proteste kanë me zemër, por kur shkon tek spektri politik, për të kuptuar kush e ka me zemër protestën, duhet të analizosh qëndrimet e partive nga dita e parë, madje një ditë para ditës parë dhe deri më sot. Po e nisi me qeverinë, me Ramën. 2 javë e para nuk la kusur pa u thënë protestuesve. Çfarë nuk i ka quajtur? Agjem, njerëz të rrezikshëm, po shkatroni Shqipërinë, po kthej. Pyre mirë se kisha dhe si pyetjen vete, po unë e bashkova me Dakor, këtë. do ta vazhdojmë. Jo, e kishe, vazhdoj bashkë me këtë, se e bëm mirë. Do me thënë, përgjigje e Ramës, është një farë mënyre, që po themi. A i sot i shketi të bëjmë Shqipërinë e re, se po e thot dhe ai? E thot ai, është bërë flamingo e, në fillim, ju thoste protestuesve, ju jeni nga ata që i hani flamingo. Pra ju tha, ju jeni nga ata që i hani flamingot, jeni të gënjyer, jeni dashakçi, ndoni ta mbani Shqipërinë peng. Provoj pra strategjinë ose taktikën e të fortit, e bullizuesit, e atij që u përplas fytyrës gjithëve. E pa që përmes kësaj hidhte benzinë zjarrit. Sa më shumë fliste Rama, aq më shumë njerëzit dilin protest. Sa më shumë shante ai, aq më shumë të vendosur ishin protestë, kështu që nga gjysma e protestës, Edi Rama ndryshoi taktik, shpiku dallimi midis flamingove dhe sorrave. Sorrat janë të këqinjtë ata, ju flamingët e tjerë jeni të gënjyerit. Pavarësisht se prej 37 ditësh, në thonjza edhe flamingot edhe sorrat kërkojnë në radhë parë dorëheqjen e Edi Ramës. Pra, Edi Rama në mënyrë të dëshpëruar kërkon një interlokutor nga ana e protestës dhe gjithë një zëri thonë ti duhet japësh dorëheqjen. Kështu që qëndrimi i Ramës, jo po do ju dëgjoj, jo po do shohim çfarë do marr parasysh nga kërkesat tuaja, nuk ka më vlerë. Edhe për një arsye të thjeshtë, ambientalistët që janë një komponent shumë i rëndësishëm i kësaj proteste, kanë kërkuar që në ditën e parë, dhe ne në Lëvizjen Bashkë kemi kërkuar po ashtu, anulimin e projekteve të Nartës edhe të Sazanit. Edi Rama ka thënë ditën e dytë protestës, sa të jem unë kryeministër, projektet do shkojnë përpara, kështu që vrisni veten të gjithë po doni ju, kolektivisht projektet do shkojnë përpara. Po ashtu kërkohet rrëzimi i ligjeve problematike si ndryshimet e vit 2024 për ligjin e zonave të mbrojtura e ligji i investimeve strategjike e kështu me radhë. Dalim tani te Sali Berisha. Edhe Sali Berisha javën e parë nuk la kusur pa u thënë protestuesve. I shau e i kërdisi, edhe ai kur e pa që nuk çante dot, tha bashkojuni gjithë protestës. Edhe aty gjen tek tuk ndonjë përfaqësues të PD-s që rrisi, si thua, sigur ta ketë rrahur diku kur një masë e madhe qytetarësh thret Rama në burg, Berisha në burg. Është një lloj torture psikologjike për ata derzim përfaqësues të PD-s që do dëgjojnë. Pjesën e dytë nuk e dëgjojnë ata se po. Mor po e dëgjojnë, nuk e thon, po nuk e për të dëgjuar e dëgjojnë se buçet sheshi nga thirrja Rama burg, Berisha burg, ata fshehin kokën se nuk din çfarë të bëjnë. Pra, oportunist politik ka sa duash, e rëndësishme është qëndrimet që mbahen. Tani është shumë problematike mënyra se si Rama po vazhdon të qaset protestës. Tani për shembull më dërgoi dikush një njoftim, ka postuar diçka në rrjetet e veta sociale dhe manipulon fotot, pra kap një cep protestës që duket që janë njerëzit pak, pastaj nxjerr ata që shohin ndeshjen. Edhe me demek ata që shohin ndeshjen janë me Ramën, ata që janë protest janë kundër Ramës. Pa çka se ai që shën ndeshje mund të ketë qenë djem protest, mund të ketë qenë 5 ditë rresh protest, se protesta kur zgjat 37 ditë. Është tifoz futbolli që këtu. Po mirë, kur zgjat 37 ditë protesta është e pritshme që jo çdo ditë do të jetë intensitet sepse do të tregoj një detaj fare shkurt. Po shikoni mirë një finale të France-Brazil, më duhet. France-Brazil ka qenë 98 apo? 98 me doktorin. Tha mua ri ta shkojmë bashkë, tash unë se unë shkoj me fëmijët tash. Ndeshjen. Jo tha do ta shohim bashkë. Edhe pam bashkë ne filloi, pa ai as nuk po shikonte fare dhe pam gol. Franca me Zidanin, më duket. Pam një korne, gol. Gol tash unë dhe u ida lart. Gol tha, kush e bani? Po ne ishim të dy përballë ekranit e. Nuk është se shikon, mas ja fut për futbollin. Futbollin ashtu mendon ai. E gjende atë pjesë si Trumpi. Bravo, dakor. Si Trumpi më që anulloi. Tani, karton e kujt. Ka një problem tani. Anulloi karton e kujt. Mënyra se si Rama dhe Tif, përveç se kanë përdorur teoritë e konspiracionit. Teoritë e konspiracionit përdoren vetëm nga udhëheqës shteti që janë diktatorial ose autokrat. Pra nuk ka një udhëheqës demokratik sot në botë që të përbalt protestën në emër teorive të konspiracionit. Ka thënë që janë strukturat Iranit, të Greqisë, të Korea Veriut i ka munguar, të Kosovës, të Maqedonisë Veriut ka përfshirë gjysmën e Ballkanit në orkestrimin e protestave dhe nuk i kanë gjitur. Por akoma dhe me rëndësh, mënyra se si deputet e Partisë Socialiste
përbaltin jo vetëm protestuesit, po përbaltin e kundërshtarët e tyre politik. E kam pas dhe unë njërë në debat një deputet të PS-s, Bido më duket e quhet, ai tani ka arritur të bëj biografine e njerëzve. Është kap bie fjala me Stërgjyshin e Redi Muçit dhe i kërkon llogari Redi Muçit për Stërgjyshin. Ora as nazistët nuk kanë bërë. Stërgjyshi çka bëri? Edhe nazistët, ka vdek burgi shkreti politikisht. Do të ketë qenë vjetër. Imagjino, edhe nazistët shkonin deri te gjyshi. Në rregull, ky tani del ky Bidua, edhe Bidua i thotë ti je stërnipi i filani, po janë të luajtur mendsh. Janë të luajtur mendsh, kanë luajtur nga fiqiri, janë gatshëm të përdorin çfarë do lloj. Dhe Bidua shkret të realizon detyrat e partisë. Po shturp po buri dheut. Është turp që ti si thua, përdorësh këtë lloj frazeologjie dhe këtë lloj mendimi politik, se ajo reflekton çfarë partie ka pushtetin. Pra këta që na kanë qeverisur ne deri më sot, dhe që unë besoj nuk e kanë gjatë në pushtet, këta jo vetëm na kanë vjedhur, jo vetëm na kanë poshtruar, jo vetëm e kanë leqendisur fare shtetin, jo vetëm e kanë nxjerrë atë dheun ton shitje, siç thon protestuesit, po këta janë edhe në mënyrën e komunikimit janë më llumi që kemi gjetur ne si shoqëri. Janë të gjithë konflikt interesi, pra këta të PS-s, por edhe shumë analistë, çështje konflikt interesi, gjitha kjo, është kundër protestës. Ata po humbin pushtetin, ata humbin parat, ata humbin privilegjet, ata do humbin dhe lirinë se kanë lyer duart me lloj gjërash. Unë thres këtu, të rinjtë, janë me idenë që kjo klasë në një preshtim njeri vetëm, beri aty kishurët e vëndit telës, në të rinjtë fare. A pranoni njeri nga këta partitit, e shumë sa Arlin Qori taj. Dhe nuk pranojnë të gjithë, po tani, që do bëjnë këta, se nesër pas nesër do shkojt, se ja u bëra pyetje dhe atyre dhe s'kishin një përgjigje, Arlin. Nesër pas nesër do shkojt mirë, dhe akord, mos varet nga njeri u që thotë, ajde ta institucionalizojmë, se për që ka drejtë ajo, që duhet të formalizohet gjërat. Ata kanë idenë tani që nuk do ju në zgjedhje pas nesër. Po prap këta do vinë, Edi Rama, Sali Berisha, pra duhet ketë një formalizim, filloj një formalizim politik, le të kryohen dhe 7 partijore. Po mirë, edhe herë, pas protestës mund të kryohen dhe 17 parti. Ama që protestat ketë sukses, që tjetë e bashkuar, që tjetë masive, duhet vazhdoj, mendimi im, në këtë formë që është pa që përbashkon njerëzit. Vazhdo në këtë formë dhe unë them, ja të bëj... Protesta ka sukses, çdo njeri është i lirë të bashkohet partive ekzistuese, të krijojë parti të reja, koalicione, fronte, është e drejtë e tij. Po fole për parti sot, pra po fole, do bëjmë partinë mes protestës. Të ndjekun logjikën e djallit. Të ikin njerëzit, të ikin... Zvoglon. Të bëj rolin e djallit. Bëj rolin e djallit. Ai nuk e jep dorëheqjen. Dhe vazhdon kjo punë kështu. Po të ta jap pra. Bën zgjedhje. Ore nuk e jep, po them për një moment, po bëj djallin. Nuk e jep. Atëre do shkojnë të zgjedhje. Dhe Rama do shkojnë të zgjedhje, Sali Berisha edhe ju. Po mirë, këta nuk... A është detyre një partie që të bind njerëzit? Se detyre një partie është të bind njerëzit. Unë besoj që sot ka shumë më tepër shqiptarë që janë të gatshëm të ndrojnë qëndrimin e tyre të mehershëm politik. Ore, parti ka ndruar gjithmonë këta, nuk është fjala si do të ndrojnë shqiptarët. Kur Edi Rama merrte... Nuk kemi defekte këta që do votojnë. Defektin e kemi, jo e kemi, po... Cila është frika pra? Do të thënë, çfarë do ndodhi mbas protestës, pra do e marri përsëri pushtetin Edi Rama? Po nuk e merr më, le të bëj një analizë. Pra pyetja është, mund ta marri prapë Edi Rama, po të shkojmë te ajo pikë. Priti një moment. Tani, kur vjet që Rama merrte 83 deputet dhe Sali Berisha 50 deputet. Dhe zoti Hoxha, le telefonin se shikon popullata. Po na shkruajnë popullata, po na shkruajnë. Po le të shkruajnë, po tani mos nuk përdoret tu se popullata thot ata po shkruajnë. Po. Vjet, Edi Rama merrte 83 deputet dhe Sali Berisha 50 deputet. Vjet, kur bëheshin protesta, dilin as dilin 2-3 veta në rrugë. Si vjet, kanë dalë rreth 100.000 veta në rrugë. Çfarë do thotë kjo? Që kanë ndryshuar në mënyrë të shpejtë dhe dramatike qëndrimi dhe besimi i qytetarëve në veten e tyre dhe në nevojën për një ndryshim të fortë, se nuk thrasin kot mira njerëz shqipëriare, madje se po flisja me një të huaj një ditë, e tha çfarë po thon, se ju duke aty me drejtë që po thrisin njerëzit e revolucion. Edhe më tha, ka qenë nga 68 në Paris që nuk thrasin ka shumë njerëz revolucion në Evropë. Pra, njerëz që thrasin masivisht revolucion, nuk është se i ka marrë madhi për Robespierrin apo Leninin, por kërkojnë një ndryshim të fortë, pra kërkojnë një ndryshim sistemor, dhe këta njerëz nuk votojnë më për Sali Berishën dhe Edi Ramën në burr. Pra, po të kemi zgjedhje, kur do qofshin ato, unë kam përshtypjen që do të tronditet sistemi i vjetër politik dhe Edi Rama nuk fiton më 71 deputet. Dhe këtë e kam besim. Po kjo është një etapë e dytë. Ky është proces, po për momentin kërkesa... Ajo pika do jemi shumë të lumtur nëse do realizojmë këto kërkesa.
Pastaj ajo pika është diskutim komplet tjetër. Dhe kërkesat, mos harroni diçka, edhe i diçka. Janë thelbësore kërkesat. Kërkesat janë thelbësore. Zgjedhor, Mirë po, rëndësishëm ndryshim kushtetutet. mos harro diçka. Këto janë të dyja të rëndësishme. Kërkesat janë sigurisht kërkesa ndaj këtij parlamenti. Mirë po, në varësi të zhvillimeve politike, mund të jenë edhe çekante koka për parlamentin e ardhshëm. Apo jo? Sepse Edi Rama mund t'jap dorëheqjen dhe nuk i Kjo si protestë është çekante koka edhe për një vendim që mund të marrë Edi Rama mas një javë. Prandaj është e rëndësishme kjo protestë. Sepse nuk ishte ndodhur kur, po do ndodh sa herë që do ketë një problem. Ato janë çështje dhe ato janë kërkesa të cilat do t'i qëndrojnë çekante koka çdo qeverie, se sigurisht opsioni më i mirë është që bie dhe Rama dhe realizohen gjitha kërkesat brenda një dite. Në rregull, ky është opsioni për sot. Por Rama ato tjerët janë të realizueshme, po Po mirë, dakord, ai mund t'i jap dorëheqjen, por ka 82 plus 3 deputet në Kuvendin e Shqipërisë, edhe nuk i përdor ata deputet për të plotësuar këto kërkesat. Në këtë kuptim, prandaj them hapet një proces politik dhe duhet parë në vazhdimsi. Dhe ato kërkesa duhet jenë çekante kokat e çdo partie. Pra çdo parti që është futur, do të thonë, merr pjesë aty në protestë, duhet i kuptoj ato si kërkesa imperative që sa herë të ketë diçka në dorë, do duhet të ketë qëndrim pozitiv në kërkesave të tilla. Dreq, ja një sekund. Shiko, ka... Më i përmbledhur këtu te ky moment që jemi. Është dyshimi gjithmonë një konfuzion i madh te ideja të vazhdoj kështu të mos institucionalizohet. Unë po të nxjerr përpara një moment. Do vinë zgjedhjet vëlla. Dhe kjo mund të vazhdojë si proces, se ne themi ore. Kjo tani këta mua më thanë protestuesit bie tani Rama. O zotri, Vučići ka 2 vjet me këtë punë. Dhe nesër pas nesër do bëhen zgjedhjet lokale ato të parat. Do vitin tjetër. Këta do vënë në zgjedhje apo jo? Ai është testi i parë. Çfarë bën? Kush këta si protestë? Ja, ta bim dakord. Po si ku do vej frymë këtyre? Kjo është një Se a do bëhen me vota? Frymë këtyre kush bën? Patjetër, por këta bashkë nuk është se mund të bëjnë dot një parti. Shpjego çfarë mendon ti për këtë, po sa më konqiz dhe thjesht. Kjo është një protestë gjithëpërfshirëse, e tham. Po Është më shumë nuk formojnë parti, sepse po të formojnë parti, ata zvoglohet si protestë, po të identifikohen me një grup politik, e para dhe e dyta, ata mund shkojnë të një organizim politik masi të kenë hapë rrugën. Kjo është e mira e madhe, thua ti, e kuptojmë që nuk shkojnë do të deformacion politik të tillë, por koha tani mund të zgjatë 2 vjet, 3 vjet. Qa do me thënë kjo pasaj? Ma spjegon do të këtu? Po, e shpjegoj. Po. To kanë bërë disa kërkesa, dhe këtu ka, pala tjetër, nuk mendoj se do jenë deri në fund indiferent për kërkesa që kanë të bënë me reformimin e sistemit politik dhe burojnë nga një akumulim, se kjo protest nuk është një rufen qëllë të këthjellet. Po ata që duan të analizojnë dhe të futën thellë, këtu është një akumulim afatgjat, rreth 20 vjeçar, i brezave që janë përjashtuar nga politika. Është 35 vjeçar. Po them këto të brezi i ri tani. Jo, si akumulim, më vjetë. është edhe për ne. Për shembull, edhe pse unë dhe ti kemi bërë përpjekje të gjithë ne që jemi këtu, të bëjmë të mira për veten në këtë sistem, befas kemi menduar kemi menduar që të jemi të zhgënjur edhe nga vetja, edhe nga gjithë shka. Se duke si një mashtrim i madh, si kur shpesh këto 35 vjetë preç, kemi mashtruar dhe veten. Dhe veten tonë. Historia... Bile në një në kote në Verolës ne kishim, nuk e thoshim do të preç, po kishim shpresë që diçka do ndryshonte. Nësa në këtë kohë të gjithë fillon tani të bëhen në një sistem. Ti e kupton... Po e kuptoj shumë mirë. Ndoshta më mirë se unë tani që e disa e vështirë që të kthehet mbrapshta. Kjo që ka ndodhur deri tani. Kjo që ka ndodhur këto 35 vjet preç, merr zotin zbrite këtu bë president o kryeministër të vendit, zoti t'i jep dorëheqjen për 6 muaj. I bie që preç anulloj gjithë librat që ka botuar. Ka bërë analizë të këtyre 36 viteve. Që ndrojmë në një terren për... Ka që vështirë me u kthy mbrapsht historia, sa... Po se preçi s'është rasti preçit për librin, se preçi i ka thënë. Po librat e tjerë... Që i ka shkruar. Librat e tjerë... Do e thë të tjerëve. Do e thë këtë gjë, që unë them që është akumulu për gjatë kohë, se 35 vjeç nuk mund të hidhet dhe më thënë me një fjalë, me një lëvizje. Bile në bisupet e këtyre lëvizjeve të më pashme është ngrihet dhe kjo. 35 vjeç që do t'jemi realist, ka prodhuar një Shqipëri që të ndryshme, ekonomia tregu, liria, kanë punuar.
Më thënë, është Po, vetë njerëzit do preshtën, për çka ka tash unë po vi këtu. Punoj një klasë politike që Po vi këtu, marrë zvardit. pra këtu më qëndro. Dhe ky akumulimi lidhet me krijimin e kazermave politike, kastave politike. Pra kazermat politike. E kastës plurale Ai do të jetë kryetar partie deri pas që vdekjes. bëjnë teatrin e demokracisë dhe kanë ndjekur breza, kanë ndjekur dhe breza politikash. Dhe këtu, papritur, kanë perceptuar, shikoj unë, brezi i ri, ka perceptuar se ne në s'jena kërku, në s'kena zënë kapitull. Jo vetëm brezi i ri, po dhe shumë njerëz. Pse? Sepse është monopolizuar, është personalizuar politika në dy njerëz. Njeri është i vjetër, tjetri me atë mendin e tij mund shkoj dhe ai. Njëri është i vjetër në moshë, tjetri i vjetër në detyrë. Dhe vendoset ky regjimi i gjerondokracisë që quhet, por që kjo nuk shkon, nuk ka më kontekst, se këtu janë rrit brezat shkolluar. Shumica njerëz që kanë pa unë tri, sidomos ato më kanë interesuar, kanë edhe një pamje kështu shumë të hishme, shkojnë qift, shkojnë qeshur, dveshur mirë, flasin mirë. Ata kërkojnë këtë Shqipërinë tjetër ku të gjenë veten e tyre të jenë përfaqësuar. Dhe prandaj them që kjo protestë nuk mund të as dështoj, as të nashkalohet në arsyet e thella dhe detyra edhe e partive që janë parlament dhe kanë institucionet, dhe mendoj, unë nuk e përjashtoj që atje ka gjithmonë njerëz që e kanë koshiencën për të parë që po ndodh me këtë popull. Bile unë Rama kam mendu, kur filloj kjo, do izolohet një 28 ora i java, kush e disa, do thoshte populli im u zgjua, sepse ishte një shkundje e madhe për gjithë kjo. Ti po e flet si poet tani? Jo, po flas si flasin politikan, ka pas politikan që e kanë bërë këtë. Ku? Shumë vende, janë në Francë. Po, pra, për shembull, De Gaulle kryeministri britanik tha unë iki tani tha sepse parlamentarët e vet thanë jo, nuk do vazhdosh. Dhe ikën. Ose tjetri ikën. De Gaulle po themi për aty unë. De Gaulle, francezët. Po lemo De Gaulle ishte histori e madhe. Tani ylli. Po flasin për një vend preç, po kanë ardhur disa njerëz dhe pas vdekjes do të mbajnë prap partitë. Nuk mund të rinë. Nuk mund të rinë. Del protestuesi për të godit deputeti dhe nuk e njeh që është deputet, më i kalo para hundës e nuk e di që është deputet. Shkoj deri në fund. Partitë që tani Partitë që tani e tha dhe Arlidis. Partitë që tani pas zgjedhje nuk janë më ato që kanë qenë. Kush nuk e kupton, mos e kuptoje. E para, e dyta, produkti i protestës do të varet edhe nga zhvillime paralele që zhvillohen. Qoftë edhe dorëheqja e Ramës. Dorëheqja e Ramës dhe protesta ecin në rrugë paralele. Dhe protesta ka në favor kohën, pavarësisht se duhet sakrifikojë. Rama e ka në disfavor kohën, pavarësisht se rrinë koltuk. Se kjo është, me thënë, kjo është raporti. Do ketë ngjarje të brendshme, do ketë ngjarje ndërkombëtare, të cilat të gjitha pa përjashtim çojnë ujë në mullirin e protestës. Protesta po pozon probleme që reflektojnë standardet e BE-s, ato janë pararoja e Shqipërisë për të hyrë në BE. Këto të mjedisit i kanë të detyrueshme për të zbatuar kërkesat, sepse ato janë kërkesat BE-s. Por edhe të zgjedhjeve do jenë po ashtu. Po edhe të personalizimit pushtetit do jenë po ashtu. Kështu që unë mendoj kështu që pra ti mendon që unë mendoj që këta do kenë sukses. Kjo protestë rrezikon pushtetin e Ramës. Rrezikon e dalemi në pyetje konkrete tani të mos. Pra kjo protestë e rrezikon, e ka rrezikuar tashmë. Rama nuk mund të vazhdojë kështu. As tani. Ai postin e mban se ne predikojmë paqen. Dhe jemi vërtet që lëvizja jetë paqësore. Askush s'ka për shku me marr zvarr për aty, siç mendoj unë. Por ai sa më shumë zgjat protesta, sa më shumë do vinë duke ushtu njerëzit, marrni mend nga unë, sepse ka një dinamik kjo lloj proteste që momentin kur të bëhet një apel i madh, kur të mos ketë asnjë reagim, do dalin dhe ata që shkojnë, por që janë pjesë e protestës në shtëpinë e tyre. Kjo është protestë që vazhdon për mendimin tim në shumicën dërmuese të shtëpive shqiptare. Janë shumica dërmuese që identifikohen me këtë problem që e ka lidh, me kërkesën si hyj kushtell. Ora ku jemi ne? Kush jemi ne? Vendi quhet demokraci, dhe me ka sundimi i popullit, nes na ka kërkush në listë. Këtu sundojnë 2 veta, 4 veta bashkë me shokët e tyre, që është edhe më keq se autokraci. Ku jemi ne? Pra këtu vjen momenti kur
lëvizja i heq ajrin, dhe më thënë, grupit ngusht që është pozicionuar në për pallate. Dhe zgjidhja bëhet e pashmangshme. Tu a thëmë, sepse nuk tu ne mu të referojmë dhe historinë tonë. Vjen një moment, shpillon një kryengritje dhe brenda partive, që ato për shumë kanë qenë, dhe më thënë, lepe peqe, kur i kanë pa liderit e tyne që bëjnë ligjin, dhe më thënë, caktojnë listat deputete, shemrojnë deputete, tjere, kur shikojnë që dhe më këta po e humbin të loj qelësi, mekanizmi, ku dhe spektri, ata dërujnë nderin, sepse unë nuk e përjashtoj që ka shumë njerëz që janë në për parti politike, janë në partit e mëdha, kanë hyrë atje për qëllime edhe të mira, edhe fisnike, por në një moment ata nuk janë, si me thënë, në këshu, numra, nuk janë gur shahu, nuk janë me gur shahu. Dhe gjitha këto shkojnë në favor protestës. Gjithë puna është, gjithë sekreti është, dhe ka këtu dhe qori, ka dhe tjerë që janë atë marrin pjesë, që të mos bien në kurse që i nëzisin me bo parti. Këtë e mendoj unë. Sepse shikoj që i kërkojnë liderin, ko keni liderin? Lideri del kur ta zgjedhin partit për skazë, si zgjidh nga lider turma. Nuk zgjedh lider turma, si zgjedhin njerëz turma. Nuk zgjedh. Ato paralele që bëhen me Greqinë e lashtë, me short, ata ka qenë organizim tjetër, aty e din, Arlindi, aty kanë qenë fisnikët, qytetarët, pjesa më madhe s'kishin drejt, atë ishte e menaxhueshme nominalisht me zgjedh kështu. Kurse kjo është tjetër. Të flasim e. Shiko, është e vërtet kjo që tha Preçi që këto partit tradicionale po mundojnë të reflektojnë mbi kërkesat. Po ky reflektimi është serioz? Është i sinqert? Po të marrë të parin Berisha. Edhe sikur t'jeti sinqert. Edhe ku në bësh moti tani, edhe sikur t'ja një minutë. Edhe sikur t'jeti sinqert, 35 vjetë, ti nuk mund të më thuash mua. Po pa tjetër, Si një, pastaj 35 vjetë të tjera do më thuash një gjithë. Për që do me thënë kjo? Tani. Kjo ik pirla i ikën o njeri u, a kupton? Falë për... Çfarë bëri? Që do me thënë kjo më? Çfarë bëri? Thënë ke 35 vjetë mua ti. Me qënë se Që do me thënë kjo? në protest, po i thonë duhet Shqipëria re, a i mori ca të rinjë ati të partia edhe i futin kryesi. Po është pra Berisha aty. Në këtë moment, këtë do që të fusje e ty, aty nuk ka shpëtim, ajo parti ishe atrofizuar. Nga krau tjetër, me të drejt Preçi thotë që mund të ketë lëvizje bën e partisë. Po për që ti je i vjetër. Shef të partia socialiste, sa e s'është më parti socialiste, fakt është parti drejtorësh. Po shef ma atje ti në një zë që mund të qohet, arrosh. Unë mendoj që atje mund të ketë njerëz që marrin për sipër me po nuk janë përgun, po mundohemi ti mbështesim, po nuk ka më Preçi. I kanë atrofizuar, më nuk ka atje fare, nuk ta tha Ylli para emisionit. Por i ka marrë një nga një, më nuk vinë. Ai ka thënë urdhër dilni. Ai po thot dilni vetë. O tani, unë të atrofizuar si në partinë e punës nuk kam njohë, se tani e njerëzit edhe... Drejt asaj po shkojnë, një hap por largja. edhe në partinë e punës, dolën njerëz kundër partisë punës. Kur erdhi momenti. Kur erdhi pra ishin të ideologjizuar. Dakor, po ne nuk mund të presim të shkojnë fiksi partia e punës o presim. Jo, ti ke tani 35 të bën, aty 40 ishin. Pikërisht, po këtë po themu. Ka koha. Tek protesta e parë që po ditën e martë që shku te parlamenti, unë po them, i shikoja protestuesit, më falë një minutë, i shikoja protestuesit dhe nuk njifin deputetet, më ikte deputetet, aty se Ka më dini se që janë deputet, po më janë të emruar. Po pikërisht më Unë nuk them që kjo edhe një. Po pikërisht më të po them. Sqaroj një gjë. Nuk to Tani, kushte. unë nuk them që kjo është rruga. Unë them që mund ndodhe kjo që e lehtëson. Po ata dhe po se bën deputet, ata do rrinë sheshë. Fakti. Unë mendoj që ta nuk të rrinë. Fakti që mediat europiane po shojnë qytetar shqiptar që del dhe proteston për çështje midisore, kjo tregon një ndërgjegjësim shumë të lartë, duket e papër. Dhe Rama vetë kur kishte folur dje partije, thoshte që kjo është një shenjë demokracisë protest. Më në fund, ju kthye dhe ai, kaloi te pjesa tjetër. Por ne ndodhemi para këtij fakti. Dhe problemi është, dhe jam dakord që lumi kur del i merr gjitha, më merr gur, druri, merr gjitha aty. Por jemi para faktit që Rama në këto kushte, në këtë situatë, nuk ta jep dërheqjen se s'ka mundësi. A di që është mundësi, tani ai nuk ka mundësi ta japi, se ai e di se çfarë pret. Më shumë se të gjithë ata që kërkohet largimi nga skena politike, më i rrezikuar ishte Rama, jo Berisha. Se ai di se çfarë pret. Është njeriu që ka dalë garant për investitorë strategjik,
për interesat e vëndeve të cilët e kanë ndihmuar të qëndrojnë për shtet, për krimin e organizuar, këta garantaj. Si u kthyem ne në bazë operacionale? Dolem garant. Në këtë vend, hajde, investoni, punoni, se nuk u prej kush. Pra, ky njeri sot e di shumë mirë se çfarë pret. Protestuesit po ja kërkojnë këtë. I thon, shiko, jep dorëheqjen sa nuk do për të mirën tënde. Por e mirë Ramës në këtë moment, ai nuk e sheh larg pushtetit. Nëse ai nuk është aty ku të rriqen fijet e pushtetit, po mëson që ai është kryesori sot, në vetvete unë nuk të thash kot në fillim, që këtë konglomerat njerëzish aty e bashkoi vetëm ai mund ta bashkonte. E disi ndodh kjo se më duket fiksisht në botën e krimit organizuar. Arrin një pikë që ai që është bosi bën të gjithë ata armiq me njëri tjetrin, vetëm të rrëzojnë atë, pastaj do ta zgjidhin. Dhe Rama na ka çuar te kjo pikë sot. Ne presim sot dy momente ka. Presim një ndërhyrje ndërkombëtare dhe një ndërgjegjësim tyre, po ata janë duke e vëzhguar situatën. Ata nuk po ndërhyjnë. Anë ku i do mbajnë ato? Ata po e vëzhgojnë. Anë ku i do mbajnë? Dhe do shohin deri kur do të jetë. Mbajnë anë e protestës. Dhe një pyetje të fundit kam. Dhe po e mbajnë deri. Dhe do ta bëj aty. Se ti ke qenë në 97-ën, si u ulën, si u bë bisedimet në marsin e 97-ës? U bë me komitetet të shpimit publik? Jo. Se s'mund të bëj me njerëz të armatosur. Pra, do vi momenti eci na deshi fati maf, Rama dha dorëheqje. Nga ty, si do ta materializojmë pikat e... Kjo ka një spikë, marr pjesë dhe unë kam pjesë. Ka qenë dhe Ylli, se Ylli ka negociuar dhe... Po, e Ylli pa tjetër. Unë e kam krijuar atë si ide. Por ka pas një specifik që nuk e ka tani. Në 97-ën, këta... Po shkurmoj shteti, shpërbë shteti. Që u krijuan këta grupet... Ishte forumi... Kishin u kriju një forum për demokracinë dhe ja delegoj, si me thëmë, përfaqësimin një pjesë e madhe e njerëzve Partisë Socialiste. Nuk ishte këtë raport me Partinë Socialiste protestën atë kohë, si që ka protestën sot në opozitën. Dakor, se aty ishte... Nuk të ka jo që sikur të kishte sot, sikur Partia Demokratike kishte bërë rotacion në leadershipin e vetë, kishte bërë atë që e themi tash sa e sa kohë, dhe pra të ishte aleate e protestës, kjo do të ishte dhe në fund shpejt. Ase me ndonë për dhe këti. Por tani, duke qenë se nuk ka parti politike me përjashtim partisë Qorri që është aty e përfshime dhe tjerë më të vogla, i kam pa, po partitë e mëdha nuk ka një partitë madhe që ta delegojë. Atëherë, ata do krijojnë këtë përfaqësinë që tha Shun. Zoti Qori. Për sa i përket... Shika, se unë do të vazhdoj që idenë e mëhershme që Edi Rama nuk është i gjithë pushtetshëm, do dhe nuk është zoti mbi tokë. Edi Rama ka marrë pushtet politik, sepse ka qenë garanti, do të vazhdoj arsyetimin këtu, garanti interesave më të pista që kanë shoqërinë shqiptare, garanti interesave të krimit organizuar, të oligarkisë ekonomike, të cilët deri më sot i kanë dhënë mundësinë në Ramës të qeverisë, sepse Rama u ka premtuar që ata mund të abuzojnë, mund të vjedhin, mund të jetërsojnë, mund të pasurohen në qetësi. Pra askush nuk do bëj zhurmë, askush nuk do protestojë masivisht, askush nuk do vendosë sistemin në krizë. Dhe Rama ka dalë garant. Ska sindikata, se ka thënë hajini këtu se ska sindikata. Po që ka ndodhur, prej një muaj e ca, njerëzit nuk po rrinë më urtë. Njerëzit jo vetëm protestojnë masivisht, po njerëzit po shembin garde. Po shemben gardet e oligarkëve. Është pezulluar investimin në zvërnec, apo jo? Ata që kanë hedhë parat aty, gangster, oligark, vondaset huaj, ata tani duan parat e tyre. Është shembur disa herë gardi në Rjoll, është shembur gardi në Kakome, do vazhdojnë shemben gardet. Dhe Edi Rama sa më shumë zgjat protesta, aq më pak mund të luaj rolin e garantit para këtyre interesave kaq të pista. Dhe do vi një moment që një pjesë prej këtyre do ta heqin spinën. Do kërkojnë partner tjerë, sigurisht nuk do gjejnë kurrë televizia bashkë, po do gjejnë partner tjerë në spektrin partijak shqiptar dhe do të prodhojnë një lloj kaosi brenda interesave, një lloj kontradikte brenda interesave të pista që do të hapi, do të çel mundësinë për atë transformim pozitiv që duam ne të gjithë. Do të vazhdoj prapë tani me mënyrën se si qeveria po i qaset protestës, sepse tregon shumë pse kush dreqin a qeverisë ne sot. Ju thash, teoritë e konspiracionit. Dalin thonë janë grekët, dalin thonë janë serbët, dalin ministra, deputet, dalin patroanalistë. Kishte thënë një analist i njohur, kishte thënë shokuese tuaj në krye të lajmit. Qa shokoje? Kishte thënë që serbët janë futur që në 91-shin. Po shiko tani, se unë kam për arsyet mia studimore, më është dashur të merrem në arkiv edhe në bibliotekë për vitet 90-91. Dhe ka që atëre që çdo ngjarje që ndodhte
Nuk pyete, ore, çfarë motivi kanë këta njerëz që hyjnë në ambasada? Çfarë motivi kanë 10 mijëra, 100 mijëra njerëz që dalin protestë? Jo, thotë, është dora e Jugoslavit, është dora e Grekut, është dora e Sovjetikut, është dora e CIA-s amerikane. Pra kjo është një mendësi edhe fyese për qytetarin. Pra ti shkon, është një zotri burr, Altin Hila. E keni parasysh, e kanë mbajtur 3 ditë në burg. Ka një fëmijë të paralizuar. Vinte me të shoqen për ditën protestë dhe vazhdon të jetë për ditën protestë. E arrestuan, e dhunuan, e mbajtën 3 ditë burg, dhe tani Edi Rama, ati njeriu me 1.001 halle, që vjen protest prapë se prapë, i thotë që ti nuk e halle që den protest. Ti nuk je kundër korrupsionit, ti nuk je kundër abuzimit, ti nuk je kundër poshtrimit, ti nuk je kundër faqe që s'ka ilaçe për fëmijët, që s'ka trajtim dushën dhe cor. Jo, ti je, në rastin më të mirë, një njeri që të kanë manipuluar serbët, a grekët, a iranianët, e në rastin më të keq je agent i tyre. Pra këta kanë humbur edhe raportin me realitetin dhe kjo tregohet, po ta vini re, edhe nga pjamja estetike. Po të shikosh Ramën, ministrat, deputetë socialistë sot dhe të krahasosh me protestën, ka i gati një çerek shekulli distancë me njëri tjetër. Të paktën një çerek shekulli distancë. Është si 91, unë kam qenë fëmijë dhe e mbaj mend, kam qenë 10 vjeç apo 9 vjeç kur Ramiz Alia takonte studentët. Po të vini re ato imazhe, ka një dallim dhe estetik mes tyre, ka një dallim bot kuptimi që shprehet dhe në dukshmëri. Dhe njëjta gjë është me Ramën sot. Pra, Ramiz Alis me shok i kishte mbet ora në vitet 60-70. Studentët ishin në vitet 90. Dhe sot Ramës i ka mbet ora në fillim viteve 2000. Tregon heroizma dhe çka ka bërë kur ishte kryetar bashkie, si ka lyer pallatet, ndërkohë që rinia që proteston është rini evropiane e shekullit të 21, vitit 2026. Pra sot, midis të riut shqiptar që proteston këtu dhe një të riu evropian që proteston në vendet tjera të Evropës, ka shumë pak dallime, janë pothuajse identik, ndërkohë që këta të rinj që protestojnë me Edi Ramën i ndan tashmë një epokë. Gjërat që ata kërkojnë. Pra, kujt i ka shkuar mendja që kaq shumë qytetarë të Republikës së Shqipërisë do të kërkojnë jo thjesht demokraci e zhvillim, se këto i kemi kërkuar gjithmonë, po edhe mbrojtje të mjedisit. Mbrojtje të mjedisit që është duk luks, që deri vonë është dukur luks. Keni parasysh atë batutën tek koncert vin 36 që thotë lulet i han gomerët, vetëm Paris blen lule, tani këta kanë filluar në fakt kuptimi të blejnë lulet. Pra kanë filluar të kanë një ndjeshmëri aq lartë për natyrën, për shpendët, për gjithçka, ndërkohë që këta që kanë pushtetin janë si ata njerëzit që fusin duart në çorb edhe vetëm vjedhin. Pra dallimi është politik, është moral, po është njëkohësisht dhe estetik. Edi Rama është tejkaluar tashmë nga historia shqiptare, nga rinia shqiptare, nga shoqëria shqiptare, por nuk e ka kuptuar akoma dhe vazhdon punon me skemat e vjetra. Thot, po të shosh postimet e këtyre, thot, ja, kanë ngelur këta të Saliut në shesh. Vallai sot isha në shesh, nuk pash njeri të Saliut, edhe i njohim tani, se kemi vëlloj përvojë aty, një njeri nuk pash sot. Ore një njeri që ta mbaj mend se ishte, ku diun, pjesë e strukturave të PD-s. Paktën sot. Erdha vërdallë për turm, nuk pash njeri. Mbas edhe ka patur, po me siguri nuk është ashtu siç thot Rama. Janë qytetar në 99.999% rasteve janë qytetar me kërkesa të rëndësishme, me kërkesa që burojnë nga problemet vërteta, për të cilat këta që kanë pushtetin nuk kanë zgjidhje. As e imagjinojnë do zgjidhjen, edhe i lëre më të kenë mundësinë për të dhënë zgjidhje këtyre probleme. A ka sjellë kjo protestë delegitimimin e Ramës në arenën ndërkombëtare, apo ky përcaktim është shumë i egzageruar? Cili është? Delegitimimi i Ramës në arenën ndërkombëtare. Është dhe ky problemi i Trumpit, që është futur në mes e të gjithë, dhe duket sikur kjo e krijon disavantazh. E ka ripërmasuar, po delegitimim në është ajo, sepse ajo është kryeministe, pritet, po e ka nxjerrë një dritë tjetër, nuk është më Rama që ka qenë. Shtypi botëror, evropian, amerikan, ka shkruar shumë, si asnjë herë tjetër, për shtypi, gati, si në ngjarjet e vitit 97 i kam parë, domethënë, intensiteti i shkrimeve për Shqipërinë, dhe sigurisht që Rama nuk e ka më, domethënë, këtë aurën e një drejtuesi, domethënë, atipik në një vend ballkanik që është edhe piktor, ai tani shihet si një kryeministër i cili është në akuzë nga rinia e vendit vet, edhe është i kontestuar nga një protestë që s'dit ndalet. Bota jep rëndësi edhe motivit parë, që ka të bëjë me mjedisin, jam dakord me mjedisi është habitati dhe me Zvërnecin. Në problemin me Zvërnecin, ne kemi thënë edhe herë tjetër, nuk e ka krijuar protesta. Problemi me ato që quhet pjesë SBA-s, e ka krijuar vetë mënyra se si
nisi, sepse historia e Zvernecit është sinteza perfekte, dhe nga njerë është rasti, dhe më thënë, që e kryon atë sintezën perfekte, sinteza perfekte e personalizimit pushtetit nga një njeri si ta ketë feudin e vetë. Aty e gjenë, edhe me porosit nuk e bënë, dhe më thënë që toka, merë, kur del që toka është e minume për me palishmëri, dhe pa pritur du më thënë nga kjo lepur, ferra vogël e Zvernecit, doli lepur i madhë, du më thënë, i familjes Trump, i tjere, du më thënë, bastyre që janë bërë objekti një fushate të gjithë medjeve kritike edhe me familjen e presidentit dhe me vetë presidentin. Dhe ata mendoj unë, ndoshta edhe mallkojnë ditën kur erdhen këtu, sepse paka shumë kanë dashur të bëjnë diçka, po pa kaq shumë zhurmë apo jo. Megjithëse unë ylli kam pas gjithmonë mendimin dhe kam prapë që fëmijët e presidentit të superfuqisë botës nuk duhet të përfshihen në investimin e vende të vogla, vende dhe jo të vogla aleate, se krijojnë shumë konflikte interesi. Ata gjatë kohës... Mendes vogla tani se ti ai kam kriptomonedat kishe grirë. Jo, vetë ata kur vi. Tani se ai të grin. Ai të grin të gjallë po të gjetit i tua. Dhe mund që fëmijët e tij ose një tafëmit e tij dhe shtetet nuk duhet që t'i joshin, që t'investojnë gjatë kohës që babaj tyne ose vjeri tyre... Që ti bëndë kundër dhe të shëqyra man hajtë dhe kryon... Kini gati. Ata me zi prezin t'i tua tani. Pse? Sepse kërkon, si thuash, që të personalizoj dhe këtë gjë dhe t'a përdorë si një aset vetin për marrëdhënie me shtëpinë e bardhë. Pse? Sepse ka probleme këtu. Mirë po, vjen një moment që problemet shpërthejnë këtu. Dhe shpërthimi i problemeve këtu nuk ka shërim vetëm se këtu. Arlin të preqit dhe pas taj kam një pyetje për ju dy. Ka një ridimensionim të figurës Edi Ramës në arenën ndërkombëtare. Pra, nëse deri vonë Edi Rama ishte lideri i një vendi në Ballkan që siguronte stabilitet, që po zhvillonte turizmin, po investoi, po zhvilloi vendi, ishin protestat e opozitës të erpashershme që bëheshin tituj në mediat botërore për shkak të molotovëve, dhe gjithsesi çdo kanceleri europiane thoshte opozita ka përballë, opozita kërkon pushtetin, ka arsyet e veta. Tani ka dalë populli në protest dhe populli artikulon çdo ditë më tepër të këqijat që ka bërë Edi Rama bashkë me majorancën në pushtet. Dhe për këtë arsye, çdo shkrim i medias europiane, tashmë dhe mediave serioze dhe të mëdha europiane, ka kaluar nga ditët e para të konfliktit të Zvernecit, të Trumpit, të investimit, ka kaluar në protestën në Shqipëri për të luftuar korrupsionin dhe protestën në Shqipëri kundër elitës politike. Dhe në një vend që aspiron të hyjë në BE, është kandidat, është duke kërkuar të fillojë të mbyllë kapitullin e negociatave, çdo ditë përballja me realitetin dhe me kancelleritë europiane do jetë ke populli në protestë atje të ka dalë. Nuk mund t'japësh më përgjigje europianëve që aty është faktori iranian, serb, grek, e gjithë shka tjetër. Nuk mundet do t'i gënjesh më ata, si që përpiqesh të gënjesh me propagandë opinionin shqiptar. Se ndoshta këtu ka ende media që thonë protesta për Zvernecin, kanë dalë njerëzit në shesh për Zvernecin dhe vazhdojnë po me atë titull. Në Europë, në Parlamentin Europian, që është bërë sërish çështje, nuk mund më të gënjesh apo të përpiqesh të ngresh alibin e ndikimeve të huaja në Shqipëri. Nëse në Kongresin Amerikan kalon ai amendamenti i famshëm i një deputeti për të kërkuar monitorim 180 ditor të Shqipërisë që ka të bëjë me narkotrafikun dhe përsjatjen e qeverisë në raport me narkotrafikun, atëherë sërish kjo është prap një goditje ndaj Edi Ramës. Deputet republikan. Po, deputet republikan. Jo, deputet. Kongresmen. Kongresmen, po. Pra, nuk është më Edi Rama i më parshëm, sa do që mund shkoj t'jedi kraun Macronit e të bëjë nga këto skenat të sa do mund bëjë dhe një skenë nesër atjen në summitin e NATO-s, por është komplet realitet tjetër. Unë këtë si s'ka turp Rama që kur flet me të huaj të paktën, vazhdon me teoritë e konspiracionit. Se më kujtohesh atë cilat janë udhëheqësit politik sot që delegitimojnë protestat kundër tyre bazuar mbi teoritë e konspiracionit. Putini, Lukashenko dhe Vučići. Unë nuk e përfituroj dot që të ketë protesta në Gjermani. Edhe e Allah, Miro. Në Evropë jam këta. Pra, nuk përfituroj dot që një vend tjetër evropian të kesh protesta masive, qytetare, paqësore,
paqësore, edhe një ditë që u thyen xhama tek Komisariati i Policisë ishin të maskuar. Është infiltrim, flamurit izraelit në ambasadë. Pra, janë provokime dhe përsëri ky nuk ka turp. Gjithsesi, Edi Rama, besoj bini dakord me mua, është pushtetari më paradoksal i historisë së Shqipërisë. Pse? Baza e tij e pushtetit Shqipërisë çfarë janë? Oligarkia ekonomike dhe krimi organizuar. Pra kjo është baza që i ka siguruar atij pushtetin politik. Ama paradoksalisht, imazhi i tij në Perëndim është ndërtuar dhe kuruar si tjetë udhëheqës i madh progresist e liberal. Është njeri që qeverisi Vangjush Dako janë në Shqipëri edhe shitet si Zoran Mamdani në Perëndim. Më kupton? Dhe erdhi dita që edhe bota ta kuptoi që nuk është Mamdani ky. Është një Vangjush Dako, pa është një satrap province, është njeri që bën pakte me krimin organizuar, është njeri që harton ligjet që ja shkruan oligarkia. Pra është një sundimtar politik anakronik, është një sundimtar politik që Zoti Hoxha pak më herët, imagjino, mburret se s'ka sindikata. Është një sundimtar politik që kur flet për gratë i nënçmon dhe i fyen. Edhe deri më sot ja kishte dalë të ndërtonte imazhin e një artisti përparimtar. Është e kundërta e përparimit Edi Rama. Është anakronik në të gjitha kuptimet e fjalës dhe fatmirësisht për shkak të protestës dhe të mbulimit korrekt të mediave ndërkombëtare të protestës, ky imazh i tij tashmë nuk besohet më. Ne kemi takuar eurodeputet. Kemi qenë vetë nga parti që ka takuar eurodeputetët që kanë ardhur në Shqipëri, edhe të majtës, edhe të gjelbërve. Dhe ndajnë të njëjtin mendim me ne. Edi Ramës po i çirret maskat ndërkombëtarisht. Nuk po e beson më njeri. Sigurisht mund të ketë interesa gjeopolitike e kështu me radhë që ta vonojnë procesin e delegitimimit plot të tij, po është një rrugë që nuk ka më kthim pas. Ta shohim tani se jemi në Shqipëri dhe ty ashtu të duhet, në fakt edhe je krejt tjetër në... Po unë të kam thënë Ylli, atëherë ku s'beson të njerit, kam thënë që do dalë populli në rrugë. Dakor? Të nesërme në zgjedhjeve të 2025-ës. Dhe nuk e kam optimizëm, nuk e kam optimizëm kot këtë. Edhe ky Bushati ka thënë që do të heqin zvar. Para shumë kohësh dhe abitesha unë në këtë qësësh. A ka rrezik për Ramën nga brenda PS-s, Hoxhati, ke parë këtu? Se thonë që ka rrezik, por në qoftë se dhe është pak kontradiktore kjo. Më në rëtheni, një sekundë. Brenda PS-s apo brenda Rilinës? Nga brenda PS-s. Brenda, sepse po që është autoritar, si shtonë, autoritar i fortë, regjim, kryetari i regjimit, s'ka si të ketë, apo jo? Apo ka? I vëllë këto ditë, se mos që ditën kur filluan protestues të shkonin të kuvendit, të parlamenti, kam takuar disa deputet. Dhe kam parë që ata kishë shqetësim. Ishe shumë, se mos atë ditën e parë që ka vajta i Kazani aty te hyrja, shqetësimi i tyre ishte i madh sepse në të njëjtin moment Edi Rama ishte në Pashaliman. Dhe ata u dukun sikur i kishte lënë aty në kurth. Dhe nuk po gjenin as zgjidhje. PD-ja u tërhoq që i largoi të vetë dhe tha qelloni me vetë vetëm këta të PS-s, se ata kanë një derë që dalin shkurt aty dhe shkojnë direkt tek Selia e PD-s, ke pasur dera që kanë shkurt nga kuvendi, edhe ajo ishte e rrethuar. Pjesa tjetër u rrethua. Tani, shqetësimi brenda tyre se mos tyre të rinjve që s'ishin mësuar fare dhe që s'kishin asnjë lloj orientimi se çfarë duhet bënin. Por kishin fatin thash atë ditë që nuk i njihnin, që ishin deputet dhe nuk i gjuajtën. Prandaj u sulën Tërmet Peçit atë ditë, se Tërmetin e njohin edhe, po ata të tjerë nuk i njihnin. Tani, në një parlament ku kryeministri bashkë me shefin e opozitës kanë miratuar në marrëveshje të plotë një ligj zgjedhor për lista të mbyllura, ti mos prit të ketë. Ai kanë zgjedh me dorë, ka qeruar orizin ai. Ai e ka thënë 1, 2, 3, 5, 7 i ka aty. Dhe atje brenda nuk ka çat ndodh se ta e kanë shterur ujin, e kanë farësh, thjesht rërë shkretire. Nuk ka çat ndez aty brenda. Pra, Partia Socialiste sot është një nocion, por në të vërtetë për Partinë Socialiste flitet 3 muaj para zgjedhjeve dhe për socialistët. Sa merret pushteti janë rilindas. Dhe vetë ata thonë që jemi parti elektorale, s'jemi më parti si dikur. Pra, parti që e drejtojnë drejtorat, jo parti që si dikur kishte atje në bazë edhe intelektuale, edhe inxhinier, edhe profesor. Pra, kishte një bashkim vullnetar. Sot është krejt tjetër, është bashkim interesash. Dhe në këto kushte, unë nuk shoh atje në një zë që ne duam ta avancojmë, ta mbështesim që inshallah ka gjë atje brenda. Nuk shoh të ndodhi. Sepse ata e kanë lënë tokë të djegur. Tha, shiko zgjidhjet në krau, shiko në krau tjetër. Është identike. Prandaj nuk ka, unë i dëgjoj protestuesit me vëmendje kur kërkojnë që në parlamentit veproj, si do veproj parlamenti? Se kjo që thotë Hoxha,
Ylli dhe i fjali ta mbyll. Ky është parlamenti i dytë që Edi Rama e ka shpallur tek tavolina të plasmases e tavolinës në Kuç të Vlorës. Ai ka dalë atje në Kuç me mezlisin me ata banorët e Kuçit dhe thosh rezultati po them zgjedhjet e fundit. Shkon tha midis 78 dhe 88, por ne do jemi diku këtu në mesa 83. Fiks 83 doli rezultati. Tani ma gjendo ti mua brenda kësaj gjëje që ai e ka krijuar vet. Është siç ka punuar për imazhin e jashtëm, ka punuar edhe për ata dy brenda. Unë e shoh shumë të vështirë, po mos thënë për mua është pa mundur të ndodhë diçka tjetër. Është dhe një tjetër që ti nuk e the, është e majta preç, që ti e nje mirë këtë, filozofi, Arlindi po, ndoshta ajo natyra që ka krijuar Arlind Qori, në Po Rama s'është i majtë. modeli që ka, jo, pritë, partia është e majtë aty, dere Ramën. Mua shumë vite më parë, më ka ndodhur që me një grup gazetash në Poloni, kam treguar edhe një herë tjetër këtë, edhe pyeta ish kryeministrin unë, Teodush Mazovjeskin. I thash, ishin demonstratat e mëdha të Gdanskut, në atë kohë, e porti që shpërthyen e gjitha, dhe po binin të majtët. Dhe i thash unë, zotë kryeministrin falë, tani ran ata, po jo. Jo, tha, tani ata forcohen. Si forcohen e thash? Forcohen, tha, sepse kjo është natyre të majtëve. Ata, tha, në momente rreziku, bashkohen të gjithë. Behen bashkë, tha, behen forcohen fort, tha, në momente rreziku, dhe ashtu ndodhi. Një kryeministër Pavlakun ata, morën një të partisë agrare. Ke të drejtë, po në protest, në gjithë dalim aty, disa të majtë ka ati, brenda? Sepse ai nuk përfaqëson më të majtën. E këtu ka një krizë. Ka lidhje me të majtën ai. Duhet po një ndarje mes oligarkia s'është e majtë, deputetëve dhe çka krijoi Edi Rama pra rilindjes dhe Partia Socialiste. Por ne ende nuk gjej një forcë nga Partia Socialiste, pra nga ish deputet, politikanë të vjetër që shprehen kështu publikisht pro proteste, sa më në status e Facebooku, nuk gjej një mënyrë organizimi për t'u kundërvënë mënyrën se si partia e tyre, pra Edi Rama, i përballet protestës. Ky mendojmë që është një proces, sepse varet edhe nga se si do ecin zhvillimet. Nuk ndodh asnjëherë brenda javës, brenda muajit, një grup parlamentar ose disa deputet, një partie të fillojnë dhe të diferencohen. Atje brenda s'ka shans për. Nuk ndodh kur, por unë prap nuk e përjashtoj, sepse kemi edhe precedent në Shqipëri për shkak. Në vitin 91, partia e punës në atë kohë ka fituar 2/3 e deputetëve. Dhe i ka humbur pas një lëvizje, pak a shumë lëvizje sindikaliste ka qenë në atë kohë. Mas një viti e humbur. I ka humbur mas një viti dhe ka marrë mas një viti 27-8% vota, jo më shumë. Pra kur ka lëvizje tilla tektonike, që bëhen në emër të një ndryshimi, jo vetëm generacional, por edhe një ndryshimi mentalitetit politik, sidomos në kontekstin kur Shqipëria afrohet Evropës, unë mendoj se nuk mund të përjashtohen reflektime. Partia Socialiste vërtet është bërë një ide pushteti dhe është ndru në një lloj shtet partie tani me Ramën. Por gjithnjë ka pas dhe ka socialistë që i qëndrojnë, si me thënë besnik, asaj historisë tyne dhe ideologjisë së smajtës social-demokrate. Nuk e përjashtoj që kanë ngel njerëz atje. Dhe unë personalisht nuk përjashtoj që duke pa evoluimin e ngjarjeve, do ketë socialist, deputet socialist që do kërkojnë reflektim dhe reagim. Ndërkohë, Partia Demokratike, mendoj unë, me qenë se formalisht e mbështet protestën, deputet... Pak e çuditshme duhet kjo preç dhe e bukur është. Mendoj unë. E bukur. Mendoj sepse... Pak e Shiko, unë kam pas gjithnjë qëndrimet e mia. Shilloj mos i të ketë ndërhyrje te Partia Saliut. Duke parë përbërjen e deputetëve, prandaj atë po themi. Unë kam pas qëndrimet mia ndaj Partisë Socialiste ndër vite. Dhe ti je dëshmitar apo jo? Qert me qert, jam dëshmitar dhe jam i qartë. Unë kam menduar mbasi bëri kongresin e vet parë si Partia Socialiste, e kam menduar si parti dhe e kam pas si parti më demokratike se PD-n. Dhe e kam shkruar këtë, e kam zhvillu. Ka ngel atje... Dhe ka qenë një pjesë mirë. Ka ngel një koshiencë. Ka ngel koshiencë, njohim njerëz edhe në protest, që kush tha Tani apo Arlindi, po ka dhe shumë socialistë të tjerë që kanë bërë dhe historinë në PSR, janë pjesë e historisë PSR, ka dhe deputet që e kanë këtë koshiencë, nuk jetojnë në hanë.
nuk janë ushtarë, pavarësisht se janë vu një pjesë me listë mbyllur, po aty ka dhe plot që janë zgjedhur me votë. Ata mendojnë, ata kanë mendime të tyre për disa aspekte të protestës që kam pa unë, janë të befasuar, domethënë janë në një farë mënyrë të prekur nga disa akte që nuk kanë të bëjnë me thelbin e protestës, se kemi biseduar me ta, por duke parë që ditët shkojnë dhe protesta kanalizohet në atë drejtimin që ka marrë dhe bëhet akoma me konsistente më fort, do bëj një qëndrim, sepse ata nuk e kanë nxjerrë veten kështu në shitje, nuk ka që lirë, nuk janë ata, ato kanë bërë karrierë. Janë politikanë karrierë. Kërkesa është jep dorëheqjen pra, se çdo i thon deputet do i thon Ramës jep dorëheqjen. Shikoj, një minutë. Se kjo është kërkesa proteste. E tha Ali, një minutë, se ka një kërkesë që është lokomotiv, ka disa të tjera, mos mendoni se fillojnë kështu. Ata vinë. Ato 4 kërkesat e mjedisit mund të t'i firmosë që sot e di Rama, po ta dinte që nesër mbyllej protestat. Jo, protesta. Ato t'i firmos direkt, po çështja është që janë 4 të tjera shumë të rëndësishme. Shiko, unë e thash në fillim dhe nuk ndoshta s'flas më sonte, disa zhvillime ylli janë të Jo, diçka do të thuash, se kemi edhe 2 pyetje të tjera. Disa zhvillime, edhe për këtë pjesë, janë të ndërvarura nga zhvillime tjera, që janë edhe me ndërkombëtare, që kanë të bëjnë edhe me zhvillimet brenda që kanë të bëjnë me hetimet e SPAK-ut. Pra ka 2 fuqi madhore që nuk kanë asnjë lidhje me protestën, por që ushqejnë protestën me produktin e tyre. E përmendi tani pak, e përmendi pak më parë, jo Andi, jo tani, që është propozuar një hetim, një ngjarje e pashë, një hetim po nga deputeti shumicës, për të hetuar këtu, domethënë, lidhje me pastimin e parave. Po duhet pranohet ajo, po s'u pranuar. Do pranohet, po do shikosh që vështirë për të pranuar. Po ai që e ka bë nuk është një skot, sepse nuk është i opozitës, nuk e ka bë kështu për zhurmë. Ai që e ka bërë njeriu që është marrë me 2 pasunorët e mëdhenj të Ka lobuar për këta 2 sirianët. Për 2 sirianët, po. Që rinë Katarin ata. Ky ka lobuar për këta 2, njeriu që e ka bërë këtë gjë. Ylli, po them këtë që, pra, ka zhvillime paralele, që janë, si me thënë, komplementare. Jemi okej. Dhe Tani, shikohet në funksion kësaj. sa i rëndësishëm, me pak fjalë dhe thoni këtë, nuk do zgjateni presh, sa i rëndësishëm është roli diasporës në këtë protest. Pse është diaspora ka që interesuar të aktivizohet në protest? Arlin, që keni vënë re? Kemi parë protesta në për ambasadat e Shqipërisë në botë, por edhe shumë persona nga diaspora që kanë ardhur në Tiranë për të protestuar. Ndërkohë kujtojmë që në zgjedhjet e kaluara diaspora ka votuar më së shumti për Partinë Socialiste. Si e spjegon ti këtë risi, këtë ndryshim? Bisede fundit nga protesta, edhe kam pasur 10 të tilla gjatë ditëve. Qytetarë kishte ardhur nga diaspora dje, në protestë dje dhe sot, edhe më tha që nuk kam votuar dot në 2025. S'më vinte fleta, tha. U regjistrova, s'më vinte fleta e votimit. E sa njerëz e kam pësuar kështu, sa qytetarë shqiptar nga diaspora kam pas probleme me dokumentat, kam pas probleme me regjistrimin, kam pas probleme me marrjen e votimit. Pra njerëz që kanë dashur nëpërmjet votës ta ndryshojnë Shqipërinë. PS-ja ka qenë shumë e aftë sepse ka pas shtetin kontroll, ka pas patronazhistë vet në qytetet kryesorë u ka shqiptar, që ata të vetët ti regjistroj, tu aja fletën e votimit, shto pastaj presionin që bëhet nga familjarët e tyre në Shqipëri që thonë amani mores të majmë vendin e punës, por ama unë di të them që diaspora është masivisht kundër kësaj mënyre qeverisje që lidhet me Ramën sot, por në përgjithësi kundër sistemit vjetër politik në Shqipëri. Mos harroni diçka. Diaspora shqiptare janë njerëz që në një farë kuptimi janë përzënë nga Shqipëria. Pra njerëz që kanë dashur ta ndërtojnë jetën e tyre këtu, vazhdojnë duan ta ndërtojnë jetën e tyre këtu, por nuk i lë çfarë? Padrejtësia, mungesa e vlerësimit në bazë të meritës, mungesa e institucioneve publike, institucioneve sociale, mungesa e mundësive ekonomike. Prandaj diaspora po proteston gjithkund, domethënë ka protestat më dhanë diasporë, përveç protestave simbolike ka qytete si në Itali, si në Londër, si në Gjermani e kështu me radhë, ku shqiptarët protestojnë masivisht dhe lënë edhe mbresa shumë pozitive të vendasit. Pra, sa bukur thonë vendasit, nga institucionet që ti shkon aplikon për leje në polici për protest, deri te qytetarët vërtet thonë sa bukur që po protestoni ju si në vendin që ju ka
që ju ka pritur. Po prapu, nuk mendoj që shumica e protestuesve edhe në ditën më të madhe janë nga diaspora. Dhe ky është miti që krijon Rama, do të thënë që Treqereku i Turmës ditën e madhe vjen nga diaspora. Nga Maqedonia. Do kuptoni, këto sigurisht tek këtu mund të ketë, do të thënë, njerëz, por shumica dërmuese aty janë qytetarë të Tiranës. Shumica dërmuese e protestuesve janë qytetarë të Tiranës, për hapja ide si po vinë nga diaspora, krijon me të frymëzim, patjetër. Dalim të shohim. Pa një farë kuptimi është dhe budallëku Ramës që duke fryrë shumë ides që po bëhet nami, i shtyr njerëzit që thonë, hajde bëhemi pjesë e një ngjarjeje shumë të madhe. Qa bëjmë ne, derisa po vinë ata këtu, po ne jemi këtu. Kështu që në këtë sens diaspora po luan një rol shumë të rëndësishëm, po sjell dhe përvojën e vet shoqërore, politike, kulturore nga ato vende në frymën e protestës dhe është vërtet po ashtu e shëmtuar fakti që Rama e përbuz pra. Diaspora sjell mbi 1 miliard euro remitanca. Është shteti ynë social i minguar. Janë ata që paguajnë bukën e prindërve, janë ata që paguajnë ilaçet, janë ata që paguajnë rishfetin e mjekut, janë ata që paguajnë koston e kripur në spitalin privat, që oligarku e ka ndërtuar në kurrizë të spitalit publik. Dhe këtyre njerëzve, Edi Rama çfarë u thot? Pas keni ardhur ju për të dëbuar Shqipërinë nga Evropa. Pra ata që janë në Evropë, ata që mësojnë më të mirën nga Evropa dhe duan që atë përvojë ta sjellin në Shqipëri, përballen me një kryeministër që u thot se ju jeni forcë regresive, ju jeni forcë që do ta lërë Shqipërinë mbrapa, i krahason me Haxhi Qamilin, i krahason me forca tjera të errta në historinë e Shqipërisë, ndërkohë që ata që po protestojnë sot janë, dhe nuk e them këtë për populizëm, ata që protestojnë mbarojmë këtu që të thonë aty fjalë. Ta thonë të huaj në rrjetet sociale, ta thonë, nuk i ke hapni rrjetet sociale dhe lexoni komentet e tuajve. Mira njerëz që thonë, pse nuk bëjmë dhe ne si në Shqipëri? Kujt i ke shkuar mendja që një Amerikan, një Italian, një Gjerman, një Spanjoll, do shkruaj në komentet në YouTube, ora hajde bëjmë dhe ne si në Shqipëri. Por nuk ka ndodhur kurrë në historinë tonë kjo gjë. Për momentin është vetëm një protestë politike në Evropë. E madhe Evropë, e bukur, e madhe, nuk ka asgjë kaq të rëndësishme në Evropë. Nga dy fjalë të tjerët. Diaspora po sheh atë që ka ndërruar prej kohësh që mund të ndodhë në Shqipëri. Dhe ata që vinë këtu duan të jenë pjesë e njerëzve që do shkruajnë historinë, jo e njerëzve që do e lexojnë historinë. Unë them që është protesta që ka shërbyer për të sensibilizuar, kanë parë tani një mundësi. Deri më sot kanë parë një mundësi. Një mundësi tjetër që është e madhe, jo e vogël. Deri tani kanë qenë ftuar nga partitë e establishmentit, ca dhe kanë votuar, dhe shumica kanë votuar bile për ta. Kanë parë një mundësi, por mendoj se ka dhe një arsye tjetër që me duket se tani shqiptarët që janë jashtë, që ne që jemi diasporë, dhe ato janë shqiptarët që janë jashtë, mendoj se kanë fillu, po mendojnë me marrë më shumë përgjegjësi për vendin, dhe duhet ta marrin për vendin, se është kollaj me na dëbuan. Po hajde ti dëbojmë ne herë këta që ju kanë dëbuar, hajde ni tani. Mendon se është kjo thua dhe iki? Mendoj se ka një tendencë rikthimi, domethënë sepse se kanë parë dhe botën. Kanë parë botën një dhe kanë parë dhe i gjë që nuk është se në jashtë tani, për shembull, kur numërojnë ato paratë që fitojnë dhe ato që u ngelin, nuk është se u ngelin tani ata bëjnë një jetë më dinjitoze, por nëse do ishin kushtet në Shqipëri, do fitonin pak më shumë, bile do jetonin në shtëpitë e vilat e tyre. Do kujdesishin për varret, se këtu shtrohet problemi i madh se që do bëhet me varret. Edhe unë mendoj se kjo është një temë e madhe që e prek njerëzit, i prek shqiptarët kudo ku janë. Dhe shikoj që ndoshta ka ardhur momenti që kthehet historia nga largimi. Shumë prej tyre kanë ikë për një jetë më të mirë, këta viteve të fundit kanë ikë për kushte që mund të klasifikojmë si debim, nga një pikpamje si ka debu kush, për s'kanë gjetë hapësirë, po ka plot që kanë ikë në kushte tjera shumë vështirë për jetë të tjera, dhe është ka momenti që filloj këthim. Dy gjëra në nënvizoj preqë. Diaspora, se në fakt atës janë diaspora, po ndaj diti mendim, janë emigrant, shqiptarë të cilët i kanë detyruar të largohen. Përveç se i kanë detyruar të largohen dhe i kanë shpërfillur. Dhe kur ata shikojnë atje jashtë janë duke punuar gjithë ditën në një regjim të ri, në kushte të reja, në një situatë tjetër. Dhe kur kthejnë kokën nga Shqipëria shikojnë që mirë pronan Bregdet si marrin më, po marrin dhe ato në përmale. Dhe ata kanë thënë, dale çfarë po bëjmë? Mirë ikëm, se ata ikën për të rregulluar kushtet e jetesës. Dhe të kthyer që të bëj një ku ta bëj.
Po ja marrin tani, kjo paketa e maleve, ka shkuar deri në majet e maleve. Mirë se mbaroi Bregdeti, s'kan ç'a të marrësh më aty. Çau mor, çau grabit. Atëherë, e kam ndier veten në këtë rast të vlerësuar, prandaj kanë ardhur aty, të përfaqësuar, prandaj kanë dalë në çdo cep të globit që janë, dhe unë mendoj kjo ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm që e ka ndihmuar protest. Kur shefshi shqiptar dalin dhe në New York, dalin dhe në Londër, dalin dhe në Helsinki, që s'ka bëva kino njëherë dalin, atëre të gjithë, edhe ata që janë protestën, dalin se nuk që kemi pa mbështetje, nuk që kemi pa përkraje. Dhe pa tjetër që emigrantët, dhe këtu bashkojmë atë që tha Arlindi, emigrantët kam pësuar dhe goditjet madhe gjithsej kohë. Vetëm zhvlerësimi i euros që ju ka bërë Rama, ka humur 20% të kursimeve të tyre në bankat në Shqipëri. Mirë që kretë që mbajnë familje të prindit e dreqin me të birë dhe i lasë. Po i ka ullur direkt, i ka prekur direkt gjepat e tyre. Dhe u ka dhe një motiv më shumë për të dalë aty. E shpejt për të ndërtuar, unë e kam shnuar, por për të ndërtuar pyetjen vetëm në një fjali këto tre të fundit, për të thënë, e shpejt për të thënë, a mund të krijoj, se deri tani duket mjaft e vështirë, figura të reja politike kjo lëvizje, kjo protest. Por, deri tani ne kemi këto forca politike që kemi, këto dy që të thonë Ramanburg, Berishanburg, kemi edhe forcat e reja politike, cilat a mund të rritë partit e reja, si lëvizja Bashka po mundësia, preq si mendon ti, mund të rritë këto partit e reja, kjo, që vetë ata tani shojmë që artikulojnë, po... Në qoftë se çlirohet sistemi politik me një ligj elektoral që e kthen votën tek populli dhe drejtën ja jep qytetarëve të drejtën me zgjedh deputetët dhe ndërton një sistem ku zgjedhjet administrohen me drejtësi, këta ishin më mirë, ishin tritur deri diku edhe në zgjedhjet e kaluara, por në kontekstin e shpërbërjes që ka prodhuar vetë protesta, partitë e reja do të rriten për mendimin tim, por mund të lindin parti tjera. Për shembull, unë shoh që ka një parti gjelbër, që nuk e ka Shqipëria, por është aty. Ka parti tjera që janë gjitha krave, ka parti qendrës që janë përjashtuar nga partitë e kazermave, që janë liberal-demokratë, që e kanë mbështetur tek nisma, tek lirit e tjera. Pra, suksesi i protestës, suksesi i madh, do jetë edhe kjo që imponon një reformim sistemi politik që mundëson një garë, dhe pastaj është garë... Dhe pastaj mund të lindin të ati. Mund të lindin më pas të ati, por jemi edhe dy parti ekzistuese ka për shumë, është Lëvizja Bashka, lindin apo mundësia, po dhe në një forcë tjetër politike, cilat, do me thënë, nuk kanë patur terenin thua për ta me sistem dhe me sistemi mbyllur me zgjedhjen në rrethim shumë kanë arritur, bile. Ju si e shini me 2-3 fjallë mundet? Në protest, këto 37 ditë, nuk është se ti konstaton individualitete, pra njerëz që marrin mikrofonin për ditë, që artikulojnë, dhe ty të krijohet ideja që mund të ketë personazhe të denjë për të krijuar një parti apo për të bërë një grupim. Dhe kjo përsëri shumë e rëndësishme në këtë rast. Pjesa për sa i përket partive të reja, ato janë pjesëmarrëse në protest. Pra drejtuesit e tyre janë atje prezent në protest dhe e mira është pjesa më e madhe e protestuesve i pranon. Në ndryshim me dy partitë e mëdha, krerët e cilëve nuk i duan. Edhe deputetët e tyre nuk i duan protest. Dhe pastaj, nëse kërkesa e tyre realizohet që mund të ketë një qeveri tranzitore 12 mujore, një kod të ri zgjedhor, një kushtetutë të re, sigurisht që terreni për partitë e reja është gjigant për të penetruar dhe për të marrë atë që edhe u takon. Unë mendoj që protesta do prodhojë Politikantë? Ne disa i kemi patur këtu në panel, ti ke parë, artikulojnë shumë mirë, vajzat të reja, tim të rinj, jo të gjithë, po disa prej tyre duket që kanë një... Pastaj dhe ata që artikuluan në Hoxha, të kujtoj unë pak ty, në vitet 90, jashtë janë mbathën. I merte Saliu pastaj i vendoste në parti. Urojmë mos do dhe një ta gjëllu, në ka dalë një kretarit. Eduard Selamin për shembull të kujtohet Preçit, e bëri kryetarit gjitha dhe pastaj nuk e pranoi në Kongres.
doli i zetit e dera, tha, dili është, mos e fut brenda. Tani nuk jemi Se në tani- pika kushte, të drejtë këti. Po, që të them unë shkretis, kam parë shumë dhe Populli thot, bën vaki pa e tregoj. kam këtë si trembje, Ka më bërë vjen vaki. keq. E kam si trembje këtë Po, po, preç. ka bërë vaki. Me që kam parë shumë. Por, unë shof aty që kjo protest do prodhoj Do politikat. prodhoj të vetë. Gjithë problemi është, ne duam sa më parë të materializohet protesta, deri tani, do më thonë, duke parë të rridhën që po ndodhë, ne kemi zgjedhje lokale vitin tjetër, do më betësoj, Tirana do t'jetë betejë se aty është Tirana, këtu jam dakord me Arlindin, aty është Tirana, në shesh, as Tetova, as Kumanova, as Prizrenit, as Prishtina. Ka dalë, kjo e ka shqetësuar Ramën, i ka dalë Tirana në shesh, Arlind- dhe aty për mua është beteja e arshme, zgjedhjet e arshme për Tiranë. Presa, dhe se fundit ju kini shpresë që kjo protestë do t'ju rritë. I dëshpëruar E t'gjova njeri me erdi mirë Dhe se mua. fundit, Me erdi mirë, Besimi mua kur dëshpëruar. njeri nga protestusit më aktiv ishe ai, tha për ty. Ja tha të ai tha. E tha në mënyrë shu, nuk është se të njifë se ty e këshu. Kupton, unë mund mos e njofë shfare e kështu. Po e tha këshu. Shpresa vdes e fundit të shumë. Po shpresa është në edhe në mban gjallë, kupton. Por e shpresa na mban gjallë. Po pra. Unë shpresë kam Tani si padur e mendon ditër ti, më të zezë, si jo më mendon? sot. Mendon që është një favori madh për ju kjo. Shko, kur sistemi vjetër shkërmoqet ose është ditën e vetë më të zezë, sigurisht që gjithë ata që janë kundër atij sistemi, dhe Lëvizja Bashkë dukshëm ka qenë kryet herës kundër këtij sistemi, kundër logjikës akumulimit përmes shpronësimit, zhvatjes, kundër oligarkisë e gjithçka e tjetër. Patjetër që mua më gëzon ky fakt. Gjithsesi, roli një partie është të flasë atëherë kur shoqëria nuk flet dot vetë. Pra, ideja e përfaqësimit kjo është. Unë veproj në emrin tënd, unë flas në emrin tënd. Moment që shoqëria del flet vetë në vetë parë, partitë automatikisht bën një hap pas. Kështu që edhe ne jemi aty për ditë mes qytetarëve, 37 ditë, dhe 37 ditë mua nuk ka thënë njëri plaç, na të shesh. Dhe 37 ditë jam aty, kam takuar pafundësisht qytetar, kam takuar dhe qytetarë që thonë, "Ore, unë nuk do të votoj kurrë për ty, kurrë, por të përgëzoj që Nëse jemi." ka tjerë që thonë publikisht që votojnë për rreth. Dakord, është pjesë dhe nuk jemi aty për të fituar kapital politik, jemi aty për të arritur, për të materializuar aspiratat tona. Shumë çka nga ato që ne kemi thënë më herët, unë jam shumë i gëzuar që tani thuhen nga të gjithë dhe thuhen si gjëja më normale në botë. Pra gjëra që dikur dukeshin ekstremizma, vjen nga bota tjetër, çanka të çmendur, sot janë kuptuar, janë gjërat më të arsyeshme dhe kanë një popularitet kaq madh. Që edhe sikur ne të mos fitojmë asnjë lloj pike politike mbas protestës, nuk ka fare rëndësi kjo. Rëndësi ka që këto ide tashmë janë aty në shesh dhe këto ide dhe njerëzit që po i çojnë përpara këto ide nuk kanë ndërmend të kthehen pas. Qartë. E fundit që kam unë fare, dua na 2 fjali maksimumi. Jo bra dhe me ftuarve të pjesës parë. Skenarët në vijim, nuk këto do jenë vazhdimi i protestës, por pyetja ime është a mund të mbijetoj protesta verës në nxehtë. Kampionatit botror i mbijetoj komplet. Derisa filloi dhe Trumpi të anulloi të kuqet që janë dhe në aty. Ata që përdoren si argument, nuk i dinin në që orar luajshin ndeshjet. E që beshin dhe natën, Nuk dinin. Beshin natën vonë. Ishin natën vonë. Për shembull, unë dje, kam para Anglinë, Deri në 5. deri në 5. U zbart kur mbaroi. U zbart kur mbaroi, Kështu që ata nuk i kanë ditur oraret e ndeshjeve. se edhe ata luftuan si kafshë meksikanët, fort shumë. Edhe anglezët treguan. Po kanë bërë revolucion ata meksikanët. Kanë bërë revolucion Po meksikanët. pra, nuk e dinin tu ati që ata që parashikon për kampionatin. Nuk janë tifozë. Po vera shumë e nxehtë, si e mendoni? Unë të thash pjesën e parë. Në thonë, ky gushti do kaloj se do kaloj, por shtator do shpërthej ajo. Fillon shtator, thua ti. Shtator do dalin gjimnazet atje, do dalin universitetet, do... Gjithmonë jam optimist. Optimiste. Unë të mendoj që është e padështueshme, e kam argumentu, E keme, do me të në është e mendon kështu. padështueshme, ajo do bëhet kështu, Hoxha. le takimet mëdha, Tani ka do jenë mëdha. më falë bërë, këta që përdorën kampionatin kanë dalë me variant tjetër tani. Tani thonë, kjo do vazhdoj deri në nëntor sa të bëhen zgjedhjet në Amerikë. Pastaj kur mbarojnë zgjedhjet atje për zgjedhjet e pjetshme, Trumpi unë pikat. atëherë thonë do të pushoj. Në fakt, kjo është një çështje shqiptare më, nuk është çështje ndërkombëtare është tjetër gjë. Ne kemi një çështje shqiptare. E shton ajo, e Për shton. humor, ma e Vera. forta e kampionatit ishte kjo. Po, Ishte një mrekulli aty, se prodhoj dhe shumë humor. Po është një parull aty,
Në thot që ne do ikim që do shohim kampionatin botëror, po ne në tifozëm me Itali. Italia ka ikë për lesh. 20%. Italia ka ikë për Nuk e lesh. shohim, Sa e nuk e bukur. shohim. Por tani iku dhe Gjermania dhe Portugalia. Arlind, Kamë, e mendon që kjo vere nxehtë shumë, nuk i bën keq ajo. Ja të thevi gjë, unë jam shumë tifoz. Edhe e ndjek E futbollin, ke jeti Arlind se dhe Bayern e Muniut, edhe sigurisht në kampionat isha dhe me Gjermani. Po doti që s'kam parë asnjë ndeshje tamam. Ke humbur gjë. E di pse, sepse nuk më, ndeshjet ishe, në momentin që jeta jote është ajo rutina e mërzitshme, edhe kërkon një ndeshje për emocion. Protesta është aq emocionuese, sa që s'të bie në sy. Është që ta merr pjesën Po, por nuk të bie fare sy, e ke televizorin aty në Bestat, e harron fare çfarë po ndodh. Dhe dua të them diçka. Në momentin që kanë dalë kaq shumë njerëz në shesh, dhe ky është një proces historik, nuk kthehet më pas, është e pamundur. Është iluzion ai që mendon që nuk kthehet më pas. këta kaq shumë njerëz do i kthehen pastaj për ditëshmërisë dhe Rama do vazhdoj të vjedh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Është budallë, le të flen dafina ata që kanë pushtetin, do zgjohen shumë shpejt. Të nderuar televizikues, e mbyllim të mund dhe për sot se fillimi i javës është. Kaq kishim të enden, mos harroni që të takohemi përsëri, bisedojmë, ne të themi gjëra këtu, ju dëgjoni, ose edhe mund mos dëgjoni, si që të më vazhdimisht, kjo varet nga ju. Faleminderit të gjithë, edhe operatorët, të gëzuar janë tani këta shumë, preç për vëre se më thotë më njerë më pyetën, ore pse e thua dhe për operatorët dhe për këtë dhe për këtë. Po e themi tash se gëzuaren këta, sa po mbaron e disa të gëzuar be. Janë tifoz me Amerikën, presin Njeri mungon këtu tani ka marrë lejin, edhe ai se ai lëviz shumë në 15 minutë e fundit. 15 minutë e fundit vist shumë. Tani, faleminderit shumë, Arlind, presh, Tela, Hoxha, shumë faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.